Me mbrëma shikues të nderuar të emisionit Këshia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj edhe të unë Këshia Show. Faleminderit publikut që i kem prezant gjithmonë, por faleminderit edhe atyre që e mësojnë realizimin tonë. Dhe na sjellën çdo javë, këto janë sponsorët tonë. Faleminderit për gjithë atyre që kanë dëshirë me u reklamu tek emisioni Këshia Show. Faleminderit Klasik Tije Prishtina që më ka dhuru këtë kravatë të mrekullueshme, përndryshe gjithë ju që dëni mi posi kravatat mira, e gjeni tek Klasik Tijes Prishtina në Instagram apo online. Darë të gjitje pak për Klasik, faleminderit shumë. Janë sponsorët tonë, si gjithmonë, të zakonshëm është uji Sibura, një shishe uji Sibura është një hap drejt jetës së shëndetshme. Përndryshe uji Sibura është prodhim vendor, e kam thonë disa herë, dhe prodhohet në Gremnek të klinjës nga pronari Suleman Gashi, faleminderit shumë. Është Pia Aronika tashmo sponsori jon i përjavshëm, fabrika për prodhimin e pijeve 100% natyrale, ku kom thonë më herë këtu nuk janë vetëm launxhe, po janë edhe pije shëruese, për arsye se gjithë ju që e dini efikasitetin e Aronisë, e dini që është shëruese edhe për disa smundje, veçanërisht për ata që fatkeqësisht vuajnë nga tumorët. Aronia është 100% pije natyrale, nuk ka shtesa dhe është edhe në formë të çajit, e keni në këtë formë, por edhe në formë të reçilit, ku pronari Esad Berisha ka orë nga Zvicra, e kom thonë edhe më herë, dhe ka investuar në Kosovë, e ka orë fabrikën në Prizren. Faleminderit shumë, do të gjitje pak se është prodhim vendor. Ti mbështet në prodhim vendor. Është Kopier Computer Center Kosova, CCC. Për ju që pyesni, kom thonë edhe më herët për laptopin ton Magic, që gjitha pyetjet të i kënë musafirëve, ku mund ta gjeni kësi lloj laptopi apo kompjutera të ndryshëm, i gjeni te Kopier Computer Center Kosova, që gjendet me lokale fizikisht te stacioni autobusëve këtu në Prishtinë, si dhe gjendet online në faqen e Instagramit dhe në Facebook me të njëjtin emër, Kopier Computer Center Kosova, CCC. Faleminderit shumë. Është Çekor.mk, aparati për matjen e shtypjes. Po besoj që çdo shtëpi ka nevojë për një aparat tillë, edhe është shumë lirë me blerë, është veç 10 euro, edhe përdoret me bateria, shumë me kollajshme me përdor. E gjeni te faqja Çekor.mk në Facebook. Faleminderit shumë. Sponsorët tonë. Shikues të dashur, sonte do të flasmi për një temë shumë interesante. Në pjesën e parë do të flasmi për magjit, edhe se hire se ekzistojnë, a besoni, se edhe në pjesën tjetër të emisionit do të flasmi pak edhe rreth konvertime, rreth dëllive të fundit për djegjen e librit të shenjtë tonë muslimanëve Koranën e për shumë gjëra tjera. Për me diskutu lidhën mbi këtë temë, sonte kam të ftuar një mysafir shumë special. Ai vjen për herë të parë në studion time, vjen nga Athina, na ka nderuar shumë. Ai tash 30 vite nëse s'gaboj punon si iluzionist, profesionist. Me neve sonte është Edmond Murra, i ftoj me dorë të gjitje. Hajde Edmond. Faleminderit shumë. Respekti, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Si te Këshia, ku dush ti? Faleminderit shumë. Si dhe musafiri i dytë për sonte është Hoxha jon që ka qenë shumë herë. Skender Hoxha, e ftoj me dorë të gjitje. Hajde Hoxha. Faleminderit. Se hiret i keni marrë me veti, besoj, ja? Po. Faleminderit shumë çerë. Kënaqësi. Edmond, faleminderit shumë. Është kënaqësi që ndodhem në emisionin tuaj dhe faleminderit edhe një herë për ftesën. Faleminderit shumë. Hoxha, pse jeni ulo nga ofër një me tjetër? Jemi demokrata. Supra. Atë do jeni si sulmani se hiret, po. Ju që i bani, Edmond? Po, u po ja lë zotëris. Po, a i një që i bani, dhe si sulmani se hiret? Jemi kundër energjisë negative, kundër sirrit, kundër magjisë. Me shkatru energji negative, njerëzit me kon të lumtur të qetë. Jemi pro energjisë pozitive apo jo? Po. Edmond Murra i përndryshe është edhe djali i Hoxhës së Nadir Murrës. Unë e kam shumë me Nadirin. E kam djalë të xhaj, Nadir Murrën, baballa tani janë vëllezër. Më besoj që Nadiri më supi ti po. Po, unë jam nga Llakatundi i Vlorës dhe gjithë Llakatundi e di që unë e bëra prestigiator sepse më para kisha edhe ndihmës për një kohë. Pastaj eci vet, por po e kam djalin Zezaj. Po ishte disa vite ke jetuar Lundër, Edmond, nëse s'gaboj. Atë le ta fillojmë nga fillimi. Unë jetova 28 vite në Athinë, tani kam 6 vjet në Londër, por në Angli pra, por ika nga Anglia.
kam 4 muaj që kam ikur dhe ndodhem në Selanik, në shtëpinë time. Në shtëpinë time, më vjen mirë shumë. Po. Po punon ki shumë shfaqje, nëse s'ka bëj dikon mbi 1400 shfaqje i ke pas. Shumë drejt, në 28 vite unë kam realizuar 1400 shfaqje, duke marrë pjesë në çdo event, akoma dhe në televizion, Mega Antena Star, 2 herë në Greqi ke talent, Diso Club, teatr. Sonte besoj kemi na performuar Ajsan, por është kënaqësi që performancat e mia ju do shikoni nga afër. Shumë mirë. Sepse ndryshe kur shikojmë televizion dhe ndryshe kur shikojmë nga afër. Po më vjen mirë që ti përveç që je iluzionist, po merresh domethënë edhe me punë tjera, domethënë keni një diçka të mirë që ju ndihmon njerëzve për me shëruar prej energjisë negative. Shumë drejt. Vajti kaq vite që profesioni im më ka dhuruar këtë dhunë ti, që është shumë e veçantë. Unë kam plot telefonata nga të rinj të reja, burra, gratë, mosuar, të divorcuar. Kishin shumë mesazhe burr, mbi 700 i poshtë në marrë. Mbi 700 mesazhe vetëm në WhatsApp. Kam shumë mesazhe nga shumë njerëz që kërkojnë pra ndihmën e tyre, sepse nuk jashtë ndihen shumë herë më mirë dhe në brenda në shtëpi ndihen atë energjinë e rëndë. Vend dhomë tjetër nuk mbushen dot me frymë. Atmosfera brenda familjes ndryshon. Efektet janë të shumta. Okej? Mund të them edhe këtë që unë kam bërë një video dhe kam thënë që shqiptarët pra në këtë video, do të në këtë emision, do të dëgjojnë gjëra që se kanë dëgjuar këtu 80 vjet rresht. Për shembull, se unë të kompona për intervistat e fantastik në Shqipëri. Shqipërit njohin, domethënë jashtë moshe, edhe normalisht edhe sigurisht edhe në Kosovë, por ti fantastik çto në për intervista tregon shumë raste që i ke shëruar, thuhet që nuk bën me mojt fotografi në shtëpi. Pse? Shumë e drejtë kjo. Efektet që njerëzit nuk ndihen mirë në familje janë të shumta. Le ta fillojmë nga fotot, nga fotografitë të pjesëtarëve familjar që fatkeqësisht kanë ikur nga kjo jetë. Neve nuk duhet t'i mbajmë foto kornizë të ekspozuar në faqet e mureve. Jo. Pse? Ne fotografitë pjesëtarëve familjar që kanë ikur nga kjo jetë i mbajmë në shtëpinë tonë, por i mbajmë në album. Dhe veç janë fotografitë e personave që janë në jetë dhe veç fotot e personave që kanë ikur nga kjo jetë. Atëre, unë mund të them të duke parë shpeshe këto fotot, këto të përcjellin në dhimbje, hidhërim dhe trishtim. Nuk ndihesh mirë, pra këto të rëndojnë në shtëpi në zemër, duke i parë shpeshe, nuk kam parë grua që në orën 4, kur ka mbaruar punën e saj, ka vajtur në shtëpi, sa ka hapur derën, ka parë 1 me 1 foton e djalit, që fatkeqësisht u aksidentua dhe vdiq. Djali ishte 18 vjeç, dhe sa ka hap derën, e pa foton e djalit që kishte 1 me 1 në mur, e thoshte e zezauç më gjeti. Pra, duke parë këto foto, shpesher, neve rëndohemi shpirtërisht. Pra, vjen një moment që trupi nuk duron dot dhe zemra pushon. Për ato gra njerëz që nuk u pushon zemra, fatkeqësisht kanë dhimbje të pashpjegueshme, cilat janë ato dhimbje koke e pashpjegueshme. Kam plot telefonata në telefon që më thonë Edmond unë ka vajtur në spital për analiza sepse e ndjegjes jam mirë. Doktorat më thonë që analizat e gjakut i ke mirë, tensionin e ke mirë. Por unë ndjej që si jam mirë. E i them zonjë, këto efekte që më thua, sot nuk të bërë mirë. As doktori, as spitali, as psikologu, edhe as ilazhet e farmacisë. Kanë të tjera që të ndihesh të bëhesh shumë më mirë dhe më rëndësishmja të dalësh në këtë situatë. Po pse teshat nuk bën me mojtë, domethënë se të kupton rrobat. Rrobat pse nuk bën më? Jo vetëm kaq, por neve nuk duhet të blejmë asnjëherë fëmijëve tan rroba dhe këpucë apo atlete të përdorura. Jo. Pse? Sepse ju nuk e dini kush i ka veshur më para, mund të ketë veshur dikush që ka qenë i smur, i paralizuar me sëmundje. Pra gjithmonë, jo vetëm këto, por në shtëpitë tona, gjithmonë neve duhet mobilerit duhet të jenë të reja dhe jo të përdorura. Pse? Arsyet janë të shumta. Nëse një çift ecën në rrugë dhe gruaja thotë, "Burro, e dua këtë koltukun në pazar." Për shembull, burri nuk ja pris gruas, e merr koltukun që është second hand, pra është e përdorur. Por është shumë e bukur sepse këmbët i ka si luanit, është antike, s'ma morën nga goja, shumë e bukur. Burri nuk e pris gruas dhe e merr koltukun. Dhe sjell në shtëpi apo jo? Bashkë me koltukun ka sjell dhe efekte të tjera. Sepse ju nuk e dini çfarë ka përjetuar ky koltuk në të shkuarën. Mund të ketë përjetuar sherrë, divorc, grindje, sëmundje dhe më rëndësishme vdekje. Ti ke thonë për intervista që do të me pastru shtëpinë. Po jo në formë që pastrojnë për shembull gratë edhe nënat tona për shembull me jo me fshes, jo. Në çfarë forme? Të gjitha shtëpitë kanë nevojë për pastrim spiritual, pra për pastrim për qenë të padukshme nga syri i njeriut, që na bëjnë neve të mos ndihemi mirë. Për shembull, një mënyrë e tillë që unë kam thënë edhe në video është që zonjat, nikoqirët, familjarët, gratë pra duhet të marrin një rozmarin dhe dafin të freskët dhe t'i fusin në një kovë me ujë me krip. E trazojmë mirë po.
i fusim degët brenda dhe e lëmë 10 minuta që të rregjen edhe gjethet. E çfarë bëjmë? Mbas 10 minutash i heqim nga kova, e shtrydhim mirë dhe godasim tavolinën, karriget, cepat e mureve sepse ajo në energji e ndetur qëndron edhe lart, por edhe poshtë, në rrobat, në dollap, po në krevat, nëse krevati është i përdorur. Po e ka thonë edhe Huxha Skënder Hoxha që sonte është këtu me neve, ka thonë që për gjithë ata që han bukë mbrëmje, edhe i lën pijotat e këtu pa lën nuk bën. Edhe ti thonë, pse? Shumë e drejtë, sepse e para punës, neve asnjëherë nuk do t'i lëm pjatat të pa lara mbas orës 11 natës. Pse? Sepse ashtu sikurse ka miza edhe muskonja që ushqehen nga mbeturinën pjat, ashtu ka edhe efekte të tjera që jo vetëm ushqehen nga mbeturina pjat, por marrin energji dhe nga energjia jonë. Asnjëherë në dhomën e gjumit nuk duhet kemi pasqyrë që të jetë ballë çiftit që fle gjumë. Jo, sepse jam vënë nga ora 2 natës deri në 4 mëngjesit nuk kam shumë telefonata nga gra, kryesisht nga gra, që thonë kemi gjetur 2 duart të rëshqitura nga lart poshtë xhamit murit. Para një javë është kjo bisedë. Pasqyrë ka gjithë pse? Shenjat e durve në pasqyrë dhe nuk është lar as me axaks, as me sapun, edhe me asgjë. Edhe të nesmen ka ndetur me ditë të tëra mbas 5 ditësh, ju ku vetëm thamu nga zonja. Pra efektet janë të ndryshme. Asnjëherë në dhomën e gjumit, kjo është shumë e rëndësishme. Dhoma e gjumit është vendi që neve marrim relax, por edhe energji për të nesmen, apo jo. Neve nuk duhet të fusim persona, akoma edhe nga farefisi që të hedhin qoftë edhe një hap në dhomën e gjumit. Jo, pse? Sepse nëse ndodh kjo, atmosfera brenda dhomë ndryshon. Si rezultat njerëzit nuk e bëjnë gjumit tërhasur, shikojnë ëndra me fluturime, vrasje, gjarpërim, të nesër mëngjes nuk zgjohen me energjinë e dur, kanë dhimbje koke, marrë mend. Janë shumë të rëndësishme këto. Hoxh? Sa të zitë koqia, Hoxh? A pajtohesh me këto që i tha Edmond Muraj? Unë falenderoj shumë, me qenë se këto raste ndodhin edhe ekzistojnë. Po s'pare do të kemi edhe kujdes si të sillemi. Për shembull, nëse anvisja nuk mundet me i la end, bëllim në t'imbulon me një peshqyrë se me një qashaf edhe le thët bismillah. Nëse i len ashtu të hapura, atëre do të vjen shejtani edhe do të pështyn në to enë. Dhe nuk do të ketë bereqet në të shtëpi. Edhe nëse një gotë ka nejtë ta natën, hapur, edhe e pimi ata ujë, ata do t'jetë smundje, se shejtani vjen e pështyn. E kështu që do të kemi kujdes, sidomos kur e përmenit e pasqyrja është rrezik i madh shumë, mas orës 12 kush hin në banjo, mundet me ndodhun se shikohet në pasqyrë, po e gjinin e ka për mbrapa. Do të ketë kujdes. Po, kështu që do të veprojmë që na ka thonë pejgamberi selam, bënim spaku të thojmë bismillah dhe të futemi me komën e mbajt. Si të futemi me komën e majt mrena, atëherë verbohet e gjini do të jetë një perde, nuk mundet me na, po. Edhe kur dalemi prej banjës, thojmë dalemi me komën e djathtë dhe thojmë gufranike. Kjo është një mbrojtje. Se banesa e gjinëve është banjo. Aty sa më shpejt do të me dalë. Për çfarë arsye? Pse aty as nuk është Zoti, as nuk janë me lajket. Se nuk rrinë vendet e ndyta. Vendet e ndyta rrinë gjinët shejtanet. Po kujdes rinia jonë. Kemi disa të ri e mushin banjën, kadën me ujë edhe hinë aty, në Facebook, këndojnë, leta disa është banesa shejtanit. Sa më shpejt du të me dalë prej asaj banese. Ka po më bëjë dërtem shejtanit. Ashtu. Po nëse kem pasqyre, sa mirë e spjegoj këtë vllau, nëse kem pasqyre, do të ambulojmi natën. Drejt, shumë drejt. Ta mbulojmi natën, ta mbulojmi. Se? Lani pasqyret. Se? Pasqyre, pe pasqyres dhe le gjini. Gjini dashuris del prej pasqyres. Uaj e thët në ashtin e Hoxh, ti se të vish. Ajo zonë juve se iret burë, ty Hoxh atë zonë se iret. Kem rastet që na sulmujnë e gjinët. Për shambull, atë kanë sulmu ty në herë? Po, më kanë sulmue, për shambull isha në Shqipëri, me një fshat, 3 vjetë një djali i ri, s'ka mujtë me dalë jashtë. Edhe kështu që qashtë shumë me kanë sulmue gjinët, sa që Allah na ka mësue 100 gjini kemi mbytë me një rukje. Me një rukje? Me një rukje. Dhe me thonë ju i këna një rukje, i këna një Kuran. Po, rukje, Kuran, lezimi Kuranit. Vërtet janë
të shtushme, po e kom po ma ke tregu edhe videon. E Kurani është shërim, ku Allahu subhanahu wa taala ka thonë në librin e shejt, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa nunazzilu minal Qur'ani wa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina ila khasara. Ne dërgum Kur'anin shërim për besimtarët. Pra Kurani s'ban me djeg. Na'udhu billahi. Që kanë djeg? Nuk digjet. Gjaku. Nuk digjet. S'po dihet është E Kurani. kështu që vërtet Kurani është shërim për ata që besojnë. Nëse ata nuk besojnë, do të jetë në ndeshkim, vujtje, sadri nuk ka smundje që s'ka shërim. Allahu subhanahu taala Përveç vdekjes, mas pari e ka qu ilaçin, pastaj e ka qu smundjen. Po vetëm për dy smundje Allah nuk ka përcaktu ilaç. Ajo është vdekja dhe pleqëria. Pleqëria e vërtet. Pleqëria. Pa kina Hoxhën e di që ti shumë sa herë të vish prej Gjermanisë në Kosovë, ty të morrin shumë burrë dhe të besojnë shumë, më kanë shkruar shumë mesazhe në numrin e Hoxhës Skënderit. Me siguri kena me bolla publike tash të fulë regjia. Ashtu është. Po, Shumë a ki çka konkretisht ju takoni të njerëz që janë me sejide ku shkoni për shkak. A kina e rast me na kallzua, ke marrë diçka me veti? Ka shumë raste, vetëm një pjesë shpjegojnë se sirri magjia bëhet me senet e mbrëmshme, ato që ta ka prek trupin. Mundet në ndo majic, mundet në ndo brek, mundet në ndo qerapa. A ki diçka sonde me kallzu? Kam. Çka? Edhe shumë tjera pjesë. Sirri magjia është 440 lloje, mënyra e sirrit magjisë. Po për ty në lindin ma shumë se 700 lloje smundje që as pak mjekësia s'mundet me shërue. Se mjekësia mund e shëron vetëm smundjet trupore. Kurse Kurani shëron smundjet shpirtërore. Po. Nëse një person për shembull i dhem lukthi edhe shkon te mjeku, a i bën analizat e lukthit, edhe mjeku i thët këtë në rregull, po pse pra unë kam probleme me lukth, atëherë është pi sirri magjia. Sirri magjia ka dy stacione ku nalet të çdo person, ose nalet në kry, i dhem kryt, edhe mjeku i thët e ki migrenën, kjo ndodh më shumë ti te femnat, se e gjini ja bllokon trunin e vogël, edhe mjeku i thët e ki migrenën. Po mirë, migrena s'pas ka shërim, kemi raste që 30 vite janë smut për migrenës. E çka ke gjetur? Kurse në emrin të Allahut subhanahu taala shumë shpejt largohet e gjini prej kokës edhe vjen ditë shërimi. Pastaj, nëse ai ka dhimbje në lukth, le ta din se ja kanë montuar dikun, i kanë qitë ose gjak të vdekurit në gjell, ose pika ujit gjenazës në kafe ose në çaj, edhe e ka pi. Çdo person i cili ka problem i dhem lukthi kur han buk, i fryet barku, i shtrëngohet barku, ka dhimbje në gjoks, që to e pengon me ma frymë dhe asulmon zemrën, edhe ka shumë e shumë tjera simptome në shenja, le ta din se a ki diçka sonte për publikun, a ke marrë diçka? Çka ke gjetë? Hajde, se kanë qef mi po njerëz. Te na nuk folmi, na veç me fakte. Po kemi shumë raste për Ka shembull. njerëz që dyshojnë që ekzistojnë sejide për shembull. Po. Mundet me ndodh për shembull majica, Çele? mundet me ndodhën me gjak, e sërpike gjini natën, mundet me ndodhën se është e prene, mundet me ndodhën se është e zhbirume, e tash. Qitë pjesë, për shembull, që e ka marrë e gjini, e qënë të magjistari. Magjistari është si kurse e ka në grupin e vetë e ka gjinëve të shejtanëve. Edhe ka lloj magjistari i cili e ka ushtrinë e vete, për shembull i ka 1.000 shejtan, ose 5.000 shejtan, ose 10.000 shejtan. Edhe më varet se sa është bo magjia e fort, e tash. Nëse për shembull që kjo majic o kon e palume, edhe personi ka pas me marrë nesrit për me e veshën, a i leta din shumë mirë se magjistari ka qurë shejtanin e vetë, e gjinin e vetë edhe ka sërpik, edhe kjo sirë magji. Ta shka do të me bo mu prish që kjo sirë që kjo magji? Qka me bo kësaj me kolla? Ja. Gjdo gjë që është magji, që e kuptoni që jo sihër, do të me najtë nujtë këndum 24 orë. Për shembull mirët një kofe, lexohet 7 herë Elhamdulillahi,
7 herë këndohet Elif Lam Mim, 7 herë këndohet Tasbidoja, 7 herë këndohet Amena Rasulu, 7 herë këndohet Idha Zulzilatil Ardi, Suratul Zilzala, këndohet Suratul Qadr, Suratul Ilhas, Feleku edhe Nasi. Nëse është mundësia, mundet edhe 5 herë, mundet edhe 1 herë, po qëllimi është me konë në ujtë këndum edhe 24 orë që këtë do të me metë në ujtë këndum. Pas 24 orëve, miret teret edhe kallët me benzin. Me benzin? Me benzin. E me naft? Jo. Pse? Benzin e ka fuqinë më të madhe. Po kem raste që edhe kanë qitë edhe benzin edhe s'kan mujtë me kallë. Shumicën e rasteve gjojnë vezë të shtëpia. Ose e gjonë në barë. A kina i një të jetë? Ka kanë gjithë së përsham? Që po më qenë edhe tim punë për ja. Se? Ty besti po. Gjdo person që gjonë vezë, leta din se... A mund është për kamerën e hështë? Qka? Kamera nëse mund është blet? A është e kresta në isanave që? Mundet me konën edhe e krest, mundet me konë edhe e plot. E që ka të shkru në atë e burë? Kemi rastet që ka edhe shenjat e gjinit, formulat e gjinit, e qka janë që të numra. Varet krejt ka dhe figurat pa magjistarit, po, krejt varet magjistari e çka ka shkruar, këtu mund me kon figurat pa kuptueshme që din për shembull vetëm magjistari emrat e gjinëve të shejtanëve, edhe çdo vezë që gjinet, le ta din se shejtani është brenda në vezë. Edhe kemi raste që o gjinë në kerr, kemi raste që o gjinën në tavan. Atëherë, le ta din se në atë shtëpi ku gjinen vezët është mu shkatru ekonomia edhe familja. Vezët janë të rrezikshme. Kjo vezë tash do të me konë 24 orë në ujtë këndum, mu terë edhe me kallë me benzin. Edhe është të rrezikshme kërset si bume. Se shejtani gjini është mrena në ta. Tjetër çka ke gjetë hoq? Kemi shumë raste, kemi po... Pa problem, s'ka problem. Po? Mundet me ndodhëm edhe të jelek, mundet me ndodhë edhe të brek. E qka me dry, shka? Dryni mundet me ndodhën për kamerën të lutëm. E blokon fatin. Po, magjistaret, ma shumë magjistaret brek, mundet me ndodhën brektën preme, qkyme, se bohet, sirri magjia bohet me ato pjesë që ta ka prek trupin. Mundet me ndodhën i ke qitën qerapat moter, majicën moter, brekt moter, kur shkan me i marë nuk janë. Atere ka marë e gjini, këto mund të vendosin. Jetë ka morë në zja marak në qerapat. Hupin qerapat, hupin pjesë. Ma shumë ti magjistaret, drynin e marin, kur ti vënojnë ato gjelponat me 28 e gjinit berretije, e drynin e marin, e jashpojnë fotografisë në kry. Edhe mbyllin, kështu që dryni është blokad e fatit. A është i mbyll? E që ka mbylli ka shti qelës atë aty që ka mujtë? është blokad e fatit, a bëdhën tashë një qela. E që tjetër se që ki? Sirri magjia mundet më bo me shumë pjesë edhe me kokën e njeriu të vdekur mundet më bo sirri magjia. Për atë arsye, kemi raste që këtu sene do të më fut një vart vjetër. Edhe magjistari për shembull e thet, qysh është prish trupi i këtij personit të vdekur, o prish edhe trupi i këtij personit të gjallë. Shumë sende gjinen edhe në përvorresa. Si këto druna kështu hoq? Po, këtu janë formën e gjelporave që për me pasaj gjithmonë dhimbje në kokë. Po. Këtu sene ndodhin, edhe ma shumë të sirri magjia që bëhet me fotografi të personave. Fotografia e personave ma shumë të me të bëtë sirri magjia. Po ne lusëm Allah në Arabi, gjdo magjistar, i cili miret me këto gjëra, Allah e shkatroft i Arabi larimin. Amen. Pra, kujdes ma te për të mbështetim i Allahit subhanu ta'ala, ma te për namaz, ma te për dhikër, ma te për adhurim, ma te për të këndojmë i Kur'an, e për më mbrojt për sirrit për magjis, ma e vleshme është namaz. Namazi. Dhikri, me ndëgju rukjet Kur'anit, pastaj për
me u ly me vojtë të lirit, me pi vojnë e ulirit me mëngjes dhe mbrëmje, me pije vojnë e farezes me mëngjes dhe mbrëmje. Këto janë metodat më të mira për më mbrojt për sirrit për magjisë. Pastaj nëse na thojmë 100 herë La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. 100 herë nuk ka shejtan që mundet me na sulmue. Na do të kemi mbrojtje për këtyre gjërave që vijnë prej magjistarëve. E sirri magjia bëhet veç që të ka dikush zili inati, nuk don me të lënë me shku përpara, me të bllokue, po ne lutem Allahun ja Rabbi o Zot. Kush është i smut, Allah e shëroft. Kush është i varfën, Allah e pasuroft. Kush është i burgosun, Allah e liroft. Kush ka probleme, Allah e lehtësoft ja Rabbi alamin. Amin. Edmond, po kalim të ti kërkojmë folje që të lutem. pak. Unë doja të stoja diçka, ka shumë drejt, zotëria pse, sepse sot magjit bëhen në kafe, magjit bëhen me vezë, siç e dëgjojmë, magjit bëhen me dhurata, magjit bëhen me varse, magjit bëhen me nap. Napës ajo që mbyllën gojën të vdekur kur e varrosim, çfarë ndodh që të mos i ngelet goja strëmër, nofulla strëmën, ja drejtojnë me këtë copën e bardhë, dhe çfarë ndodh? Bëhet një sherrë në heshtje nga gratë e farefisit, nga kunatat, në heshtje të plot që kush ta marrë këtë copën, sepse kjo ka efekt magjie në vend tjetër, i mbyll gojën dikujt tjetër dhe fundos edhe në thellë. Prandaj them që kryesisht unë di raste plot që janë bërë magji akoma edhe me varse. Një vajzë 37 vjeçë ma tha jema, e cila është ndar, por para se të ndajse, vjera e saj tha unë o do të ndaj ty nga djali im, o s'ka. Si rezultat që për para se të ndajsh, kjo vjera e kështë bërë dhurat, vëth edhe varse. I ke përmbarësi që të heci jeta mirë, e tjera. Ndërkohë që kjo i vesi, vajti me makinë e burit, do vete në një vend. Në rrugë e sipër, nuk duronte dot. Kishte marrë mends. Pra, i thoshe burrit mbaje, nuk duroj dot, nuk marr dot frymë mbaje, po duke gërthitur në ecje sipër. Ndërkohë, ndaloi makinën i shoqi, doli jashtë, i hoqi vëthët, i hodhi kospleras, e shqyë edhe varsen, e hodhi kospleras, u fut makinë, që aty u ndje shumë herë më mirë, e lirshme. Pra, isim efekte magjie. Po. Ne duhet kemi shumë kujdes, akoma edhe nga një shok mik, apo edhe nga njerëz të tjerë që janë të besueshëm, edhe thotë kam nevojë për 10.000 euro, për 20.000, 50.000 euro bie fjala. Edhe ne ja japim lekët. Çfarë ndodh? Japim sepse zotëria thot për 2 muaj do të kthejmë mbrapsht. Kalojnë 4 muaj, 5 muaj, 7 muaj dhe ai nuk e kthen lekët. Edhe ne me drejtën tonë them po dalë për më the për 2 muaj ka kaluar 7 muaj. Kurse ai thotë, mos e të marrësh burr, po më boks, se kështu kemi ne. Mos e të marrësh burr. E çfarë ndodh? Kur i bën lekët gati, i mallkon, i izolon, i bën me magji edhe na jep neve. Neve kur i marrim, fatkeqësisht i prekim me duar zhveshur, ai ta bëjmë kështu. Edhe fillojmë numërojmë, është gabim. Ose me doraska ose duhet vënë në aukan, në bank. Rastit janë të shumta. Po çka po na bën sonte? S'kënaqësi. Çka po bën sonte? Atëre, un kam dhurata për stafin e juaj. Faleminderit shumë. Nga Gjermania. Faleminderit. Nga Gjermania, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, atëre mund sjell tavolinën. Faleminderit. Regjia nëse komos çtu dikon, po. Shumë mirë. Unë do jem këtu afër. Po. Që të dukem në. Po. Edhe këtu. Bravo. Atëre, unë kam dëshirë që të ndihmoni edhe juve, kontrolloni lutem. Ose në rregull? Po jo, është litor. Litari është në rregull apo jo? Nëse komos i çehuç. Kontrolloj po. Bismillah. Faleminderit shumë. Atëre, këtu do marr një copë, një rreth, edhe ky është në rregull. Po, kontrolloj hoç? Po. Me çfarë sa transparent? Po duhet ta shikoj edhe hoca. Me fytyrën se mund regjia. Shumë faleminderit. Atëre, unë do bëj një nyje këtu. Pra, 2 herë. Një, edhe një tjetër, 2, dhe do të mundohem të nxjerr rrethin pa zgjedhur litarin, apo jo? Po. Atëre, 1, 2, ju lutem mbani pak vetëm rrethin, edhe mos bëni asnjë lëvizje, faleminderit. Sigurisht, rrethi ka dalë jashtë. Atëre, edhe një tjetër. Bravo. Unë do kaloj përsëri në litar, 1. Çi ky vetë pjafton ka e xhinit hoç. Fry pak edhe rrethi do futet brenda. Fry. M'fal, mos bëstyni, m'fal. Sa ka bëra. Atëre, jemi në rregull. Këtu kam një palë greshër magjike që presin shumë, e preva, litarin me greshër magjike dhe këtë jashtë. Ju lutem. Bani pak. Bravo, do të vini. Faleminderit. Mund ta kontrolloni. Atëre. Kontrolloj, mos kone gjë. Jo, vallai në rregull. Jo, s'ka gjë. Atëre, unë do të them sekretin. Vërtet, faleminderit shumë. Çfarë ndodh?
kam 2 litarë. Një litar është i vogël, pra është ky, dhe litar tjetër është i madh. Kemi 3 cepa. Atëherë 1, këtu 1, 2, 3 dhe kjo këtu 4. I fry dhe sigurisht litari është 1. Bravo. Okej. Atëherë unë po marr të 2 cepa e litarëve, e litarit tim, që të dyja dhe do i çoj brenda në xhep. Pra këtu. Përsëri me gëshërët magjike do e pres edhe një herë litarin, mund të mbani cepin, lutem të riqeni. Bravo, bravo. Faleminderit. Atëherë, këtu kam një lugë. Kontrollohet lutem. Faleminderit shumë. Huç kontrolloj, a mundesh me punë me huç diçka po? Huç. Lugë valla të koka. E paksuli vedem. Lugë e zakonshme, okay? E groshës, i thoj këta grosh. Unë do e kap, mund ta bësh kështu, është çelik, është e fortë, është hekur, apo jo? Çe. Nëse kom si Bëj kështu lutem. Është e fortë apo jo? A është e fortë? Shumë faleminderit. Atëherë, unë do e prek vetëm me 2 gishtat e mi këtu, çik fare. Jo më keni huç. Do marr pak energji Po. nga gishti juaj, bëni gishtin kështu lutem. Okej. Dhe shikoni bisin. Përfill. Shiko. Prit. Sigurisht ka marrë një, Thuj pak. edhe një tjetër, një. Bëj prap e gishtin kështu lart. Aty. Edhe një herë. Okej. Përfill. Që kam energji hoxhën. Më fal. Sa herë që unë e fërkoj, bisi. Fërkohet e hoxha? Atëre. Mund ta shikoni? Merë, hoxh? Kontrolloj mos Pra. ma e gjen ai sen? Jo. Jo. Bollë fort të koka. Mund të, okej, këtu po marr një shami, do ta zhduk nga duart dhe do ta nxjerr te mënga juaj. Atëherë, 1, 2. Unë po e çoj në dorën e majt shamin dhe sigurisht nuk vetet e mëngët, por do dali 1, 2, 3 zhdukur. Atëherë po e tregoj në kamera. Çe kamera? Ja tek është. Mirë pak dorën ju lutem. Dorën tjetër. Faleminderit. Atëherë. Një sekond. Po. Shumë faleminderit. Bravo. Atëherë, jam shumë i Ti po sigurt trishtash e që do të thuash si e bëre. Hajde themi sekretin. Sekreti është Ja, sekreti është. Jo, Jo fal, jo. Të lutem. Nuk du. Jo, një sekond. Është shumë e thjeshtë, është thjesht numër specie. Në kohën që unë e çoj shamin në dorën e majt, të tjerët kujton se vete nga mëngët apo jo? Jo, sepse unë e ngrënë. I ngrënë 1, 2, 3. Tani unë do mbyll syt dhe ju do më thoni, u zhduk shamia nga dora ime? Po apo jo? Më fal, 1, 2, 3. Okej. U zhduk? Jo. Më fal. Nga ndonjëherë nuk del numri. Më fal një minutë, data bëjmë edhe nga fillimi. Po çan këtu, brek grash, brek kalavet. Mos ja çatu si ka të marr. Ja to ke gjetë. Me drynken. Po. Unë do dëshiroja që të rija këtu në cep dhe dua që të shikosh një numër me topin e pipongut. Po, Atëherë, problem. Këtu. Çdo nëse mundesh Po. për këtu mëra, a Shumë mirë. Jo. Atëherë. Po, foregjia nëse mundi, po. Gugu. Bravo. Atëherë, këtu kam Çi bën ftov ka. Mos kanë qato po, vogë ndezim. mëre. Vallai më sa. Me bazë. Unë dua që Hozat na shpjegoj këtu. Çfarë është kjo? Është thjesht një iluzion, një numër specie apo mos ka gjinde brenda, nuk e di. Nuk e di. Hoç? Atëherë, ju lutem, shikoni, të bëjmë edhe pak humor apo jo? Po. Nuk ka gjë fare lart, unë do ka vetëm 2 cepat e tavolinës dhe sigurisht që tavolina do ngrihet në ajër. Atëherë, Mos më nagore po. Çka kështu? Im shoj hoç. A mund të hoç apo po? 1 minutë, unë do e kaloj në këtë pozicion, pra, komplet. S'ka kur gjë po, vallai. 1, 2, 3, ngriu lart. Hop, i gulat. Oj, ne jap shej. Atëherë, unë po e lë në këtë pozicion, Hoç. tu, ju falenderoj shumë, dhe do kalojmë në
në një kuti tjetër këtu që është gati. Atëre, këtu kam një kuti. A kam drejtë me çuçi aty? Ju lutem. Mund të vini për ndihmë. Atëre, unë do e kthej në pozicionin tuaj këtu dhe dua që të kapni 2 sepat, lutem. Edhe 2 sepat në krahun tjetër. Pas do e ngëm tavolinën në ajër. Faleminderit, mos bëni asnjë lëvizje. Atëre. 1. Okej. Mos bëni asnjë. Jemi gati? Avash do e ngëm Ja, bashkë. nisëm me livrin. Avash, shumë mirë. A shkojmë ti shërbejmë hoxhës? Po. Hoxha e për kohë. Ngri pak duhet lart dhe mos bëj asnjë lëvizje. Jo. Stop. Mbajni ju tavolinën. Vetëm mos bëj asnjë lëvizje. Mbaj. Atëre. Këtu kam një karamele për juve, për këtu. Ju falenderoj. Lereni tavolinën. Lereni. Hoxha, ne? Lereni. Merri karamelen. Falenderoj shumë. 1, 2, 3. Atëre, unë po e heq këtë këtu dhe sigurisht që tavolina s'ka gjë. Ju falenderoj shumë. Bravo. Fantastik bura. Është prestigiatura, që të thuajt, është fantastik bur. Është një performancë. 1400 shfaqje nuk i ke bërë asisht bur. Vajti 30. Ke qenë jashtëzakonshëm, unë kum pos magjistor dhe iluzionist më herët, në Kosovë, po me të vërtetë fantastik. Ju falenderoj shumë. Shumë më për të bërë. Bravo, faleminderit shumë. Atëre, për ju kam si edhe këtë sopën e rozë këtu. Po dal këtu para. Po, pa problem. Okej. Këtu. Shiko, 1, 2, 3. Ju falenderoj. Më zërë njerët nga që... Tu kësha lutë mësë ja prek mongë të hoqës e po të zëra. Që safrë me he, falenderoj. Ja, e të bënda ke leon pa tekst, mor. Isë kënaqësi. Unë edhe ashtu nuk kam moderaturë, s'ko tekst zakonisht. Me të vërtetë ke leon pa tekst. E që shëbur, ka kështu, kjo është shkolla, qka? Me siguri që ke studiu ti për këtë punë. Kemi Akademinë e Prestigiaturës në Athinë, që unë kam mbaruar këtu 25 vite më para. Plus që... Po ti kur thova Nadiri, më kanë ndihmu mu, u krypë mua beti, bur. Sigo, është... E po është që ti high class. Si që thashe edhe pak më parë, Shqipëria sot nuk ka prestigiator apo iluzionist që tjetë në nivelin skenik. Absolutisht jo. Nuk ka. Unë jam, po që unë jam shumë i lumtur. Ti je dhe jetëv gjatë. Falenderoj shumë. Jam shumë i lumtur që unë kam shumë dëshirë që numrat e mia t'i shfaq në teatrët e qyteteve në Shqipëri. Si që bëjnë në Vlorë, para 3 ditësh isha në teatrin e Vlorës, bashkë me parodisë e Vlorës, me premierën e re, kaluam shumë bukur. Unë falenderoj shumë kjo nga Athina sot, a? Po, erdha nga Athina. Falenderoj shumë. Apo Safat për emisionin tuaj, ju falenderoj edhe një herë. Ishte kënaqësi. Falenderoj shumë. Ndihem si në shtëpinë time. Po besoj që falenderoj shumë, po besoj që na përcjellni herë pas here atje na për TikTok, na për Facebook. Urdhëron, fal? Na përcjellni na herë. Me kënaqësi. Po, falenderoj shumë. Me kënaqësi. Hoç, çka ki diçka tjetër se i kemi edhe 2 musafir shumë special. Unë deshta vetëm ta prezantoj librin e 6 i cili ka dalë në shitje. Ky është libri i Bota e gjimve dhe sekretet e tyre. Ku mund me gjetë këto njerëz? Ky është botim privat vetëm unë. Nuk e ke shpërdo kështu. A e folas ti, a e sheta qysh? Po, nuk kushton shtrejt. Mune për me kontaktu. Ky është libri i 8 që ka dalë tash në shitje. Juve, ja? Po, smundja dhe ilaçi, si shërohet sirri, shërimi me Koran edhe me sirri. E pse nuk i keni në për librarit, për shembull, siç është Dugaxhini kështu? Po kushton shumë shtrejt, për shembull, më shumëzue. Kështu që ke po ekzemplar pak. Po. Edhe kushtet ekonomike, kështu që. Me siguri kena mi pas regjia numrat edhe të Edmond Murraj, ku shkon nevojë edhe interesim, edhe të Hoxh Skënder Hoxha, se besoj kanë më na lë tash i kushtë kuzhina. Ky është botimi i 5. Ky është botimi i 4. Shërimi shpirtëror, po. Edhe kjo është një libër shumë e mirë. Nishin pyetje rreth sirrit edhe rreth magj. Kush e ka shkruar këtë libër ti po ashtu? Po, unë e kam financuar. Bravo. Kështu që le të na kontaktojnë edhe le të mësojnë pak me botën e gjinëve. Si të mbrohemi. A shkojmë me pjesën e dytë, nëse s'keni diçka më shtu? Kam dy musafir shumë special sonte. Tash edhe më herët kemi folur për një temë shumë interesante rreth konvertimeve dhe asoj që ndodhin në Gjaku. Po. Me ne sonte e kom ftu një pjesëtar nga Lëvizja për Rikthem, që është Gjon Çoçaj, si dhe një sociolog të nderuar që është Ambira Kelmendi, i ftyrë me datë këtë.
Milon Misera, faleminderit shumë që erdhe. Amberia, për fillojmë prej teje se ti je për e parë këtë studio, faleminderit shumë. Ambera. Ambera. Për ftesën, po. Ambera. Ambera. Po. Çfarë emër interesant, pse Ambera? Çka do të thotë Ambera? Në gjuhën arabe do të thotë që është një lule me cilin e mbaroj një parfem. Në gjuhën universale i thonë ngjyrës Gjorgovan, kështu diçka, amber. Domethënë është emër universal më tepër. Mos kesh ti e merr se edhe gjën, çka do të më thonë gjën për shembull? Jo, deshta ma vonë të flasë për emna. Emna që si adin kuptimin, për shembull, emni Sheremet. A din çka do më thonë Sheremet? Po, nuk është emri Sheremet musliman. Është emër shqiptar. Ja, shqiptar emni Sheremet. Vallaj as musliman me sa e di unë s'është. Sadre, a është emër muslimane? So emni Enver, so emni Mustafa, so emni Ibrahim, so emni çfarë di unë Sadre, Sadik, ato, so emni, për shembull, vllo e ka emnin Sabri, djali e ka emnin Durim, djali vllo. Dhe më thonë, për këtim dhe më thonë Durim. Po. Nëse dikush se din gjuhën turke, se kuptëm që dhe më thonë. Durem është emër shqiptar. Po dhe unë thash, baba e ka djali, vllo, e ka emnin Sabri. Djalit ja kalon emnin Durim, dhe më thonë, Sabri dhe durimi janë njëjtë, po të më thonë. E pse me thirë Sabri, të konë me thirë Durim. Durim. Ky po është shqip. E që të, edhe Sheremeti është emën katastrofik, është emën banan, s'po du me full. Se çka do më thonë Sheremet? Ja thaj. Emni Sheremet do me thonë toalet ose lici. Në çfarë gjuhë? Gjuhën arabe. Jo, se besoj. Jo, do të me pas një logjik, nuk Baca toalet besoj. me thonë. Qyre, Amo unë emrin Sheremet të populli arab nuk e kom lexu asnjëherë. Kom lexu emër Ibrahim, kom lexu emër Jusuf, se janë profet, amo emër Sheremet nuk kom lexu asnjëherë. A dolme me një tim tjetër, i lau me emra. Po, pa Ai e kundëra pru, domethënë, po më në fakt ai kundëra pru, na e dim që nuk je pru, po çka mendoni për këto që ndodhi, domethënë para djenës se zgaboj për djegjen e Kuranit. Po. Po thuhet apo flitet që është Kur'an. Jo, nuk ka diçka decisivisht të përcaktuar është Kur'an, aty po flitet që janë disa fletushka me mbishkrime arabe, nuk është identifiku hala sakta është Kur'an, për shkak se mungojnë kopertinat. Gjithsesi aty duhet me shku një person kompetent që kur ta lexon me dita janë ajete kuranore apo jo. Mandej nuk është i djegun, është veç i hudhun. Edhe djegja dhe hudhja ka një dallim të madh, ka mujt mi kujt me i ra prej dorës edhe ka përfundu në një pemë, ka mujt çka do koft, po jo... Ambera, pse Bashkia Islame tha, se më falë që për ndërpes tha, është bo me qëllim, është tendenciuze... Unë nuk e përfaqësoj Bashkinë Islame, unë e përfaqësoj Amberën si sociologën këtë rast. Unë mendoj se nëse dikush e ka bo me qëllim, e ka bo me nxitu urrejtje. Ndërfetare, po absolutisht. Po, Bashkia Islame ka të drejtën e botës me jep komunikata çfarë do lloj mënyre, që ata mendojnë që është e drejtë. Unë i mbështes deri në mënyrën, në aspektin që ata thojnë që është bo me qëllim për nxitje fetare. Mirë, po këtu duhet me identifiku nëse personi ka pas probleme psiqike, ose nëse personi ka pas ndonjë probleme ndaj kojshi, që ka qenë i komunitetit ose e fesë tjetër, këtu duhet me identifiku sakt se çka ka ndodhur. Për shembull, hala policia nuk ka informacione të sakta kush e ka bo. Nëse për një me është bo me qëllim, atëherë mune me qujtë si nxitje fetare dhe urrejtje fetare. Edhe në këtë rast, çfarë do lloj aspekti që ka bo personi këtë vepër, i ka të i kalu lirit e shprehjes. Për shkak se për neve, si komunitet musliman, Kurani konsiderohet i shenjtë. Edhe është një ndër shtyllat e besimit që na e konsiderojmë të shenjtë. Për këtë arsye, është fy komuniteti musliman. Po, duhet me pas shumë kujdes çfarë deklarata po japim, për shkak se na nuk jemi ata që thirrim edhe bojmë nxitje urrejtjes fetare. Po, për shembull, çfarë mendoni për një dokumentar ku në fundit që është bërë shumë virale që gazetari Kushtrim Sadiku, kolegu jon i ka kushtuar, domethënë Izraelit, popullit izraelit? Nuk e kam pa, ndëgjova dhe lexova diçka ndër rreshta, kish marrë kritika shumë në shoqni. Kushdo kohë prej gazetarëve është profesioni tyne. Ata e din pikën se çka me prek mas shumë ti që sot me ndiku. Ju jetoni prej rrjeteve sociale, ju jetoni prej klikimeve. Nëse për popullin është... Është ashtu, se ai kishte nuk pajtona me ty, se ai se ka bërë për klikime, se në fund të kishton që nuk kom pas mundësirë me inte në rripin e gazës,
nuk mu ka dhënë mundësia, mirë po janë vrom kaq, janë... Unë thash nuk e kum lexu, besom që se kum lexu dhe nuk kam ma shumë informacion Për me shembull, gjithë kohë saksisht. emisione kur bëhen për klikimin në fakt, po Ndëgjo, këtë tema nuk e besoj që bëhen. gjenocidi që ka ndodhur në Gaza, nuk besoj që një njeri me mendje të shëndosh sot thotë që s'ka pas gjenocid. Ose mundet me thonë që ju kanë bo mirë aty në njerëzve që ju kanë bo. Çka do koftë, edhe hebrej me konë, mënyra që shi kanë që rënjos ata njerëz është makabër, është masakër. Çka do qoftë edhe me ngjyrë të zezë ose qoftë që është hiç musliman, është e tmerrshme, se s'ka drejt kërkush kërkujt mi marrë jetë përveç Zotit. Nuk e di, nuk e kum lexu, nuk e di saksisht çka ndodh në dokumentar, por çet arsye Po çeni pyetje tjetër, se po du mi dhon hapësirë më shumë, Baçaxhon se s'ka qenë asnjë. Çka mendoni për lëvizjen për rikthem? Që në fakt nuk është më lëvizja e Deçanit, por është lëvizja për rikthem. Ku kryetari i saj është, nëse s'ka bërë, është i nderuar me Arbër Gashi, edhe antar është Pajazit Jashor është, ha? E Arbri është antar, sekretar, edhe Enveri Baçaxhon është antar. Çka mendoni për ta? Unë kam respekt për secilin njeri që flet shqip, mbi të gjitha. Përderisa urna? Po vjen mirë. Faleminderit. Përderisa nuk kam drejt kërkush me macenu të drejtën e jetesës në vendin ku jom lind dhe jom rrit, nuk kam drejt kërkujt me i thonë që ti nuk je këtij vani. Unë e kam pas thirrje publike prej kolegëve të Zotrit Xhan, më ka thonë shkoj jeton në Arabi. Unë kam qenë në Arabi, kam jetu, po ata nuk më thanë ktheu në Kosovë. E vetmja mundësi është që mu dashje mu kthy në Kosovë për punët e mia, po atje s'ndal kërkush me jetu. As me vepru, as me punu. Besoj as në Evropë nuk ndal kërkush me jetu. Pikrisht, do me thonë në Zvicra sot shkon në Kosovë. në asnjë mënyrë, shqiptarët e kanë ndërtu Zvicrën. I kanë të drejtat e barabarta njëjtë sigur ata. Veç nëse është ke ligjin. Atëherë, nëse përpara kanë thonë që muslimanët nuk po kanë me çka merren edhe po merren me fe, tash po them që për një mend njerëz shqiptarët në këtë rast nuk po kanë me çka merren dhe po merren me fe. I kemi jetu me shekuj tonë si njerëz paqësor. Kemi jetu me harmoni fetare gjithmonë. Unë nuk e di çka ndodh kur një mëngjes shohësh edhe shet që dikush po shqet finesa për me bo një urrëtie fetare. Po çe për shembull pyetjet më shpesh ta që po çe pe lot gjunën ti bën pyetjet. Se gjuni Po, për Gjan, shembull. hajde, urna. Urna Gjan. Se gjuni Urna, zakonisht Gjan. thotë ta eruin tim Mashojn, Skënderbeut. Çka ki sonte Gjan? Pse, për shkak që duhet më duk si arab. Ma shumë për të Gjan. Do të më duk si arab. Pse duhet më duk në kulturë, në traditë tjetër të kulturës autoktone shqiptare. A ke po arab në sy ndonjëherë? Po shumë bine. Qysh dokën? A din çfarë ngjyre të zezë kanë? Po, E unë ku po dokën aty arabe vëlla, ka që bardh. aha, tash ke përbën dallim racist. Jo, e po te racist, se ti Ja, po ja, thua se ja. po dokësh si arabe, ti Ja. po bën dallim Ja se racist. jene ketë musliman, vllazën edhe motra. Po unë të kam Po thënë dallim ty, çka ngjyre, tash? po dallim ngjyre, po dallim. E çeni pyetje tjetër pastaj me Pikrisht. t'ja Po, puna. pyetje- Ambira, për shembull, nëse Baçanver e ki vëlla për shembull. Po Nëse për shembull që ki vëlla. nëse tash dikush e Po. shoqet emision, Po. edhe s'na nin zonën hiç. Thon koka emisionara. Jo, Pse? jo, Pse pse? shamia kësoj. Ja, Jo, s'në thënë se s'është e e kem vërtetë. Shqiponjën. Jo. Shqiponjën e kena, Shqiponjën që... Evropa si Evropë nuk ka identitet të caktuar me se çka dush me hiti mrana. A di sa muslimani janë në Francë? Vesh nuk malat me po një pyetje Amberës. Ambera, nëse për shembull tash të Enverin e ki vëllau, tamam vëllau biologjik. Edhe Enveri tash është bo katolik, është rikthy. A e ki vëllau prapa ju? Biologjik? Po. Po vllaun biologjik ta qenë Zoti s'ki ku e qan. Pa e ki vëllau. Jo, thash nuk ma kuptoj pyetjen, më fal. Nëse Enverin e ki vëllau biologjik, e ki vëllau. Biologjik, prej një nane, prej një babe. Çashtu. Okej. Dhe bo tash katolik, a e ki më vëllau se ki? Po e kam vlla prej nanës e prej babës. Biologjik, nëse është E pyetja tash biologjik. është më ofër vëllau pi nonës se pi babës, a pi fejes? Dëgjoj. Nëse Saktë e pyetje. nëse e ki tendencën sa është feja islame paqësore, unë them që është shumë paqësore. Jo, se kam për fe. Nëse në Për këtë gjitha rast, fete kam jo veç për islam. Agjen Gjan, e kam vlla biologjik. Unë kam e pas vlla biologjik të njëjtën. E drejta se çka zgjedh ky, për mua është e drejta Amo, e këtij. edhe një herë pyetjen për ta Bëne qysh dush se ç'është Per i kthej, indian. ja, po e rikthej pyetjen se po më ik pyetjen se është pyetja shumë e mirë. A është më e ofërt një vëllau nga nona dhe nga baba biologjik apo nga feja? Nga nana dhe nga baba. Edhe, Basaxhan, çka ka të keqe këtu? a kish pushu hiç? Çka ka të keqe këtu? Na, jo vi përzinë sen. Pse? Se shumë thjesht po thynë. Nëse është ashtu, ka mu matof. Atëherë pse kjo duhet më dallu për shkak të motrës vetë se s'ka shami hiç. Po bien kundërshtim me vetë vitën. Po hajde që Do të s'po thonë nona do. vetë s'ka pajt shami Jo, hiç. ka bajt nona E jam çika ka shami. Po, mërë ka bajt nona Për jam shami, shembull, e për ka shembull. bajt gjyshja, Jo, jo, krejt, na jo. kemi trashëgimi fetare.
Amo, unë e kam një pyetje Ti tjetër. nëse je familje Pse ti me nuk i ke traditë, thonë për shembull motrës Nderit ose nënës Terez, po dokësh si arabe? Njëjtë ka shamin edhe se ajo. onë këtë policia në botë i kanë uniformën e njëjtë, këtë doktorët e kanë uniformën e njëjtë, edhe do me thonë e kanë profesion, edhe ato e kanë profesion. Ti se ki profesion. Ajo, për shembull, Ka të bëj kjo me profesion, kjo është profesoresha meselë tanë anglishtës, fetare. profesoresha anglishtës s'mën më konë me shamin se nuk e ka profesion. Ti mos i përzi Po morën e profesionin. kum pas profesorisht të anglishtës fakultet edhe ka qenë me shami? Po çka ka ndalu kërkush më mjarë bumësim? Kush kënës? Jo hiç. Ajo atëherë ajo s'ko ka shqiptare. Pse s'o shqiptare? Pse ka shamin? Pasha zotin, bësh shqiptare dhe ma shqiptare se unë se ti bile në parlamentu kanë. Qa jo me shamin parlamentu kanë. E është profesorish, e ta shqëre. A din ju diçka tjetër përveç ofendimeve, zotri Gjan? Nuk ofendova kur gjë. Jo, ti po thu për Ti po pare. identifikohesh me fe. Tash ti Ti në po momentin që thu identifikohesh. për pare, ti i bjen që ajo po punon për pare. Pare, pra, E atë pse? shkollën që ka Pse kontribuar ti ka mos ky çash fakultetin. ty po tani ti pozit E mu apo ku shumë ja apo pare dukna që në jo searap, mbulu. apo Po dukna mua, në searap. Apo mja menon që më jep më dikush pare që jo mbulu? Valla Se keni valla thonë edhe bashkë për shumë. syt jo. Pasha zotin me ditë ku janë që ata që kanë parë në vend kisha shku kanë jarë kur Shko te katër lullat atë. Ja, Gjan, po flitet ja. edhe për ju që jepni pore për shembull. Këta Kanë janë dalë afera që financu. 100.000 euro për shembull personat publik i paguni, kallxabur se jem pa pore kena Po me. pra, A është e vërtet? Po ka E dalë. kanë qenë njerën këta, bashkësia islame, Po. po shkon kisht lapushnikit, kanë më më pagzu, kanë urna. Kanë para se a më ki pagzu. fakte që i ka qu Bashkia Islame? Po. Para se Cila që në para ato? se, a kenia tha, më ra ujë për në vdelën në herë. O, le, këto janë Ja, ki firma fakte që i ka qu popullore, Bashkia Islame, Po po. pikresht. Bashkësia islame, E çka ka thonë ai? Bashkësia islame janë manipulatorët më të mëdhaj. Ja më mos. A i njeh E personalisht? çka ka thonë ai kur ka shkuar atë në kishë A i njeh lapushnikë? dikon pri Bashkisë Islame personalisht? Po, Kanë. tërnohën. Kur ke najti me Tërnavën? Që apo A do përmes Çfarë televizorit? çfarë Po pyetje mirë, po banale ti, a kjo? përmes Çfarë pyetje televizorit po banale mendon kjo që ku jo nuk është banale. Që jo banale, që Është po të pyetje kallzoj. konkrete, kur ke najti pyetje me konkrete, Tërnavën që mi thonë pyetje ati konkrete, është manipulator. Çka më ka Që po manipuluaj? a dole veç pak. Që veç më së ndërhy tani, ti fal sa dushën në ndërhy. Unë kur të foli më së ndërhy. Hajde po të Që ndëgjojmë. ç'është ashtu mirë. Dolën than ka kesh përdorimin Bashkinë Islame 100 e diçka mijë euro. E thani ka vjedh arkatori. E qatë ka dëmtuaj e ty? Ty na Ty si bashkë levizje për i këthim, qatë ka dëmtu? Pret pak në herë. Po ti nëse ka manipulu me Ti komunitetin unë e tash vetë, më së ndërhy, tash më së ndërhy. Ti atë nuk jam në hoxhanis. Ti po thu- Atë nuk e përfaqësoj Bashkinë Islame, Po kjo atë. është fenomen Atë më së ndërhy. Ty na më së ndërhy. Veç mos e ngrit zonin me... Po ta ngriti zonën, po më së ndërhy. Unë nuk lejem me ndërhy. Sadre, nëse kjo ndërhyrën e qëna, Ja, mos e quaj. Le. po e të Albera, të lutem. Ja, të lutna. Po, hajde. Bashkia Islame tha nuk kam lidhje me ta, tha. Po. Qa po përzit? Nuk i përfatsoj tash. Qa po përzit? Kjo, veç pak. Kër thaj, i kom emnat, i kom krejt të, tha, s'mu gëzej me fuj, tha se dërë me më vëro. I kanë kësnu me jetë. Bashkia Islame. Bashkia Islame nuk e ka leju me avërrus nonën atina në vështri, që se ka paguan të arsimin. Edhe pse u konë rast social, u konë media, u konë gjithkën, TV, u konë gjithkën. Edhe e ka shit viqen, nuk i kanë dollë paret, kanë thonë, ja, po e kompletu paret, nuk ta vërrusëm nonë me rritje fetare. U shku i ka marrë hovë 180 euro për me avërrus nonë. E për që djegjen e koronën, çka mendoni ti pasa Gjan? Djegjen e koronët, atë qka është ajo, nuk e di, unë e gjykoj çdo ase akt vandalist. Nuk e përkroj. Kush do të qoftë ai? Tash o pikpyetje madhe kush e ka bu? Pikresht, s'ka ala personat identifikum që e kanë bo këta. Të po pajturin këtë pikë, gjyqyr belizime një pikë. Do me thonë këta, si Bashkia Islame, o konën Sulejman Rexhepi. Sulejman Rexhepi ka qenë kryetari Bashkisë Islame të Jugosllavisë, ku përfshit Kosova, Maqedonia, Bosnia, Sanxhoku. Këtë vende ku janë muslimanë. Edhe jënë konë gjene me të vëra për qatë Sulejman Rexhepin. Qatë Sulejman Rexhepi tash e ka shkruar librin, apo ka shkruar një libër të vetën, autobiografi. Po e ka shkruar. E ka shkruar. Edhe ka kallëzu krejt poshtërsinat që i ka bo vetë. Gruaja i ka thonë këto parë mos i bërë mos e haramin. E ka qitë gruën, gjojnë edhe familjen krejt, kanë këtë vjë pushkatesh tash. Suni mos bëni zë. Kanë qysh ti hoqë për bje parët haram. Vetë, unë s'po thëmë, vetë mërë në lexon e librin e tina, lexon. Qka është ai sot? A është hala hoqë?
Unë po të më kom, Kjo është pyetja, jo, se kryetari mbarë. bashkisë islame, që shukon Hoxh, u kon Hoxh edhe ka marrë nusën me mosh, Ndëgjo, stërmesa, jo mesa, po stërmesën e ka marrë me Hoxh, me mosh. Edhe këta mosh tash i majnë mu moral, islamit mbron për moralit, për cullak, apo keni qef jo me tonë, që ka cullak në zonë se cullak, ma mirë më mluë, po okej, skandale me seks, a duen me dreze, ato në këshku me minin qa. T'lutem mos e banalizo debatin deri në që të formë, se po du me respektu pak zotniun që na ka ftu. Mos përdor seks, mos përdor sene që dikush mundet me i marrë dhe mi keq kuptu për çka jemi këtu. Nëse Bashkia Islame ka pas çka po thu ti se unë s'po disha Unë kom lexuar titullin. Skandale seksuale në bashkinë në Medrezën e Nuk ka Prishtinës. fakte. Nuk ka fakte, s'ka pas asnjëherë. Sot mediat mundën me qitë çka dojnë se është liria e Ja, ka pas, shpirtit. ja bëstin në ato se ka... Atëherë pra ku ka rranë edhe djegja kuronë ta çata të posë. M'fal. Mediat kanë bërë rrana. Si pas Sipas kësoj, na, kur i konvenën... Jo, sipas kësaj, unë kam emër zotni. Veç pak lutem. Mos e banalizo deri në çfarë formë se unë kam emër. Unë nuk jam kjo. S'po ta di janë. Po çysh du shtujem veç jo si mbas. Ani zonja, ç'është zonja? Çysh du shtujem? A di pa kulturë debati. Zonja ndërume, pazit tha dikush tha e ka vandalizu koronë. Po mira, a thash që keni bo jo? Jo, nuk. A thash që ke bo ti? A dhe nuk thash si ti ki pjesë me drezë. Unë thash, ka do skandale me nxoncet me drezës, mes hoxhallarëve dhe nxonceve të me drezës. Pik. A është i njëjti skandal që ka dalë për zotriun kryetarin e këtyne që i ka financu dikush prej Serbisë për shoqatën kulturore? Edhe kjo është titull i medjave. Edhe ato janë fakte që ju ka një E po tash ndëgjoj. Nëse po flasim për fenomenet shoqënore, kjo çapo e thotë ti, do me thonë na po bazohem titujt e medjave. A fola unë pak më herët, a thash që mediat ekzistojnë prej klikimeve? Kur të hende lexon lajmin deri në fund, e shet që s'ka të bëj kur gjë me titullin që e ka bu. Po ka drejt. Unë e kom lexu rrafsh 4 herë tendencën që juve ka ndashtë mja unë 2 që ju ka përfaqësu Serbia. Për mu ka qenë shumë e ranë, se ju po thirrni për rikthem tash. Nëse thirrështi për rikthem, unë se di për rikthem në Serbi, a për rikthem në krishterizëm. Ha? Apo vetë? Po të veti, unë e kom sëqaruar qështje. Bilem ka na pas akuzu që kina me denoncua në i knejtë. Apo dhe mu e përgjith? Po. Qëmë, falë pak, lutem. Asë një halopi neve nuk uzun me pelë për dure, për shpionazh. Jo, për shpionazh s'po flasim, për dokumenta, ato jënë kanë dokumenta. Hystri Selimi, e ka emnin edhe mbjani, Hystri Selimi. Uzon për shpionazh edhe është ka gjykohet për shpionazh. A ti vetë me ata dy që ka mendoj për pak, se i kena lonë se onësh. Po, pa tjetër, po, pa tjetër. Unë respektoj mendimin e parnishmeve, po që, okej, çdo njeri ka drejtën e tij, mendimin e tij, nuk kam sa them jemi të lirë, okej, respektoj mendimin e... Nuk imponojmë, si jemi këtu për të imponuar mendimin, okej, të njëri tjetrit. Po që unë e dëgjova me kënaqësi bisedën. Po, Hoxh, apo i thuash ti me zotrin Xhan, e mirë? Njeriu në dunjat është i lirë. Çka dën beson? Krejt dunjaja, sikur të falemi, asgjë Allahut nuk i shtojmë. Po krejt dunjaja, asnjë person mos të falet, asgjë Allahut nuk i mungojmë. Allahu subhanahu wa taala ka thonë suratul al-Zilzala, ajetet e fundit, fa yamul mithqal dharratin khayrin yara, fa yamul mithqal sharratin sharran yara. Ata të cilët bojnë i mirë sa grinca atomit e kanë para Allahit subhanahu wa taala. Po ata të cilët kanë bojnë vepra mëkate sa grinca atomit prapë kanë te Allahu xhallahu xhanu. Njeriu në dunjat jeton i lirë, me dash beson, me dash nuk beson, po në fund llogaria çysh do të det. Do me thonë a ke llogaritë Xhan po thot aju. Po. A ki digitra. Po ne te këta nuk pajtohena me këta. Pse? Se thënë po tani jetën gjuna. Veç ko falë të falen krejt. Jo. Ja, po t'ja përshet që ti e merë ata që ty të konvenan. Jo, nuk është ashtu. Unë kur i kom pas 2-3 vjetë, mu më ka të regu nana jam sa i mirë është Zoti. Mu më ka të regu nana jam që duhet më respektu prindi. Mu më ka të regu nana jam që nuk duhet më akthy fjallën dikuj, që duhet me mësu në shkollë, që duhet me kanë zënë shembullor. Krejt që to mi ka mësu nana jam para se me më thonë që ti duhet me kanë një muslimane mirë. Veç ka dhe persona, njerës saktum, s'po du mi përmena emrat,
që thujnë për shembull i bojnë marrin me mirë me prostitucion, me drogë sana, edhe më ne kthehen, thujnë se Zoti mi ka fol A keq. mu ka kushte pendimi? Në rast se nuk kthehesh Kushte po bre, po ku bedin ata se në Kur'an shkruan vetëm Zoti e di të vërtetën. Po pikrisht. Ku bedin ti ti ka fol Zoti krejt. Nëse Zoti ka thonë që unë e pranoj pendimin e cili do njeri, i bjen që kur kthehesh te Zoti, ai e din atë ka fal as fol. Mirë po e rëndësishme është që e kalon një derë hapun. Po ta jetën ku më bëj keq. Pak po dhe ko me thonë Zot, fal me edhe kry punën. Do me thonë po barazoj me një. njëtë. Ti po e bën me logjik shëndosh. Ti po e bën me logjik shëndosh. Ti po thu, ti shkoj jeton Jo, Arabi, ti po po ju po thuni. Dëgjoj, ti po macënon e drejtën e jetesës në vendin ku unë jam lindë dhe jam rrit. Ti po macënon të drejtën e jetesës tatimit që unë e paguaj për këtë shtet. Unë e 6 vjetë të radhazi kom pagu semestër të fakultetit që sot mi kontribu këti shteti. E ti në fund të më thu shkoj jeton Arabi. Nuk thash këtë. Jo, që ke thonë, së ka thonë ti, ka thonë shoku jetë para disa kohën, ka thonë në një medje të tume. Do me marë përgjithësi për ata. Kush është shoku? Kush është shoku? Nuk ka rëndësi, janë deklaratat mediatike, atë unë është mi gjetë. Tash fillim, s'du me orë, thasë me femna, s'kom qep me bullo. Jo, s'ka të bëj kjo me femna. Jo, ka të bëj se po më ndërën fjallë. Qka ki me thonë për... Se mi ke quk këtu Ilhan Omar, qka ki me thonë për Ilhan Omarin? Ilhan Omarin është diçka në kongresat i Amerikan, edhe me emët të Allahot, me emët që shpëtën namazat, që shpëtën, me emët namaz të martu me vlonë e vetë. Me gjak për none për bobe, për një none për një bobe. A pajtu është i ambera me këto? Në këtë rast? Jo, nuk vjen shpreje, jo, nuk vjen shpreje. Apo të garantej me jetë. Besom, mendova që më tha për kryetarin e Londrës që është betu në Kuran, si ka pengu kërkujt. Mendova që është ka kapët që aty, sa është, na e dim Londra që farë shteti demokratik është. Kër e boni betimin, e boni në Kuran, nuk i pengoj kërkujt. Do me thonë, zëtri Gjonit, që jeton treva shqiptare me shekuj, tane, me tane, që fillu zëtri Gjonit. Po, që ashtu po duhet, se është koha respektit. Kina jetu me shekuj tanë harmoni fetare, del sot edhe më thëtë mu shko jeton Arabi. Po edhe tjetra mu ke shumë se na foka qistoj, selam aleikum, se kjo tha, ku mi thonë shalon. Qa shalon? Po shëndet. Qfar gjuhë? Hebrej. Unë se një atë gjuhë. Unë e një dika, e një, tu në gjatë tjeta, po shalon. Qëre, mos u bani që ka është naiva, ju keni jetu, po pikresht, ju keni jetu me neve me kodë gjatë. Ti e din me thonë sakt emri namaz. Ti e din sakt me thonë selam aleikum. Krejt i din, mos u ban naiv. Qa do që din gjuhë tjerër, fe tjetër, popull tjetër është pasinje jotja mendore. Pa i valojnë veç të di, adin nuk kam kohë me mësu, se në vend e mësaj. Në ditur që është. Një shumë mirë. E qka ka të keqe? Ka të keqe së një di, e ti që atë të qia si di. Apo donë me harru të rëshishtë në qëta ka e zotja, qka? Jo se kjo e një kukë edhe ka gjeru Ramazana, është e vërdet? Po apet ko ma gjeru Ramazana, e ka qështje kohë. Ja ta shpo më rëndë, se u plohë. Nëse është qështje shëndetit, është diçka tjetër. Dere para lufte, kur s'kina pos mësë marveshë rrët theve. Vala jo, në mendoj që ashtu po. Mas lufte, janora mesor, special, të janë ispe atina të rënitë si javë në asaj vëglushës vëgël shamina, pëdet? Edhe të ke, a i bëjsh tash musliman, e të këlle valore, bebe, 3 vjetë, si kish 4 vjetë, zdi kja s'ka po bota, s'ka po ndodha, e të gjurja dhe në qëkullot, ta që ta. Kër erdhen qëta, armesht, si edhe vetë, Turqia po ka probleme ta, a po dhe me po vinë. Jo, se s'keni shumë. Në folis me fakte, nëse s'besani të shka thuj, ama video një kalëzëj. Turqia e ngrek e zhag, që ta talibanca, zhag e ngrek. Dhe me thonë, deri që 25 vjetë e fundit, na kina duru. Keni duru? Preci po meraj, dhe shka ju. Preci po meraj, s'ke duru. atëherë mirë vullnetare u qumë na. Mirë keq, unë po mre si po bëj mirë. Ka në përfatsoni ju zotni? Qysh? Ka në përfatsoni? I përfatsojna idealet e patriotave që ka dirë gjak me 100.000 vjetë. Nëse ti mu mbind me u rikëthy të te, ku ka mu rikëthy në kur të vitet te? Të kush ka mu rikëthy? Ki mu rikëthy në fejnë të parve. Kush është feja të parve për mua, e din ti? Po, e din. Unë e para 200 vjetë e kam trashëgimi familjare në vend amin. Kur kërkush nuk arë më thonë, rikëtheu të partë. Nëse unë kërkoj mu këthy të partë, i bjen që du na mu këthy të hoxha.
Të Hoxha. Po, se para 200 vjetë e ka tradishin. E para 250 vjetë? Po hajde edhe penzojmë edhe baba i ti u kanë Po, hoqë. s'ka u konë? Qka u konë? U konë hoqë ka po i shqip që i ka mësu që ata njerë shqiptarë. Jo, kjo po do me thonë, Ambera me sa për kuptojnë, po do me thonë basa gjënë që kush fshihet, jo, po dhe kush fshihet pas juve, se ku komu këthy, po do me thonë që a fshihet kisha katolike pas juve. Nga veç pak. Na, o shqip fulla, prej 25 vjetë, mas lirimit luftës, na kanë sulmu. Me të në tradita. Jo bre para 25 vjetë na ka sulmu Sërbin neve, mos i krasoni këto sane se janë trona. Po kush ka sulmu mas luftës? Kush ka thonë ty hajde bane musliman? Islami politik na ka sulmu. Jo, s'ka islam politik, e ki gabem, nuk ka islam politik. Nëse ka parti fetare me ngjyra që dojnë me mbrojt familjen, nderin, moralin e shoqënisë, ai nuk është islam politik. Pse? Se nuk bazohet në ligjin e shariatit. Ai nuk të thot kome ta prej dorën ti nëse vjedh, që kjo është islam politik. Thot nuk bën me vjedh se dëmton shtetin e dëmton familjen, po nuk thot ta prej dorën. Mos unë niste individ, po flasim për sistemin politik që është në Kosovë. Nëse po thot zotnia që një fëmijë të vogël ja kanë gjitë një shamin, çka me thona për familje kur shkojnë mu konvertu në kish kanë fëmijë me vete, është e njëjtë. Ai është fëmijë, ai nuk e din çka u ka ndodhur me ta. Valla unë mendoj që është e rënd të dy unë. E stërpikun me ata ujin, ai nuk dini është e rënd. Se ti po manipulon. Edhe për hoxhën edhe për ti po manipulon me fëmijë. Leje njeriu në lirë le të jeton deri në momentin që mrin me kuptu që është e drejtë për jetën. Basaxhan çapo gjon? Na vjen ka gjënë videt. Po nuk kemi shumë, unë video gjej sa dush, nuk e kemi problem. Unë gjej video për shembull, po më vjen tepër keq se kam shumë shok krishter, që unë kaloj tepër mirë me ta, unë punoj me krishter, janë shumë patësor. Ma mirë më kanë prit ata në zyre, se sa njerëz që qonë më thonë shkon jeton Arabi. Unë kur jam shkuj, këmë thonë drejtori ta, unë duna më falë, më ka thonë, e lirë jeme bo që ka dush, në kohën e pauzës që te ki. Nuk ma ka cenu të drejtën e jetesës tamë, është zgjedhja em personale. Nuk ka të bëj kur gjë kjo me as me Arabin, as me Turkun, as me martesën me gjak njëjtë. Kjo është e drejt individuali që si cila... Pa thot feja, Abera, thot feja me morë vojzën e ogjës edhe mutrën, a thot feja? Dëgjo, presa adrese, mënyrën që shkan operu shoqnitën të kalumen, jenë kanë disa rrethana tjera. Për shembull, a vlen që ato gjona për... Jo, nuk vlen sot. Për shembull, kur flitet për gratë e profetit, që unë s'po du heq me i ka tema e fes, po e marr një shembull sa i përket rrafshit shoqnor. Kur flitet për gratë e profetit, thot që ka pas shumë gra. A e din pse ka pas shumë gra? Për shkak se statistikat në atë kohë kanë qenë 5 femna një mashkull. Edhe në momentin që gratë nuk kanë mri me kriju familje, me kanë nën ombrellën e një burrit, i kanë marrë ka 4-5 gra, mos me përfundu gratën në rrugë. Mos me përfundu gratë prostitutka e tjerë e tjerë. Sot statistikat janë të njëjta. 5 femna një mashkull. Po dhe s'ki nevojë me marrë 10 gra. Po jo, sot është zgjedhja e lirë, po në atë kohë rrethanat janë kanë. Anën tjetër e kanë pas edhe shtimin e popullatës, ka pas garë cila fe po mbijeton. Në këtë rast i kanë marrë 4-5 gra, kanë bu fëmijë ma shumë, e kanë rrit numrin e islamit. Po sot rrethanat janë ndryshe. Nëse flasim a lejohet, as lejohet, nuk jam kompetente me tregu. Po nëse flasim se pse i kanë marrë, në rastin e sociologjisë, kontekstit shoqëror, unë ta spjegoj. Po. A kthemi pak gjana? Ja, më falë një shpak. Po, hajtë. Kjo tha... Ambera. Jo falë, kjo. po, zëtë se jam Jo, s'po të fali heq. Zonja Ambera, po. Po. Zonja Ambera, të ishte ashtë jasë të tëj, që shme thonë, incestit. Jo, sa arsjetova. E asë të va plëtsisht se jo në atë kohë, ku s'ka pas moshke dhe femna, po në ditë sëdit, ishë ma lakë, sëdit, martohen me fëmi pe moshës 6 vjeqore. Kush është ai? Jo, mas lut na mos e banaliza. Jo, s'ta pranoj. Kush është? Jo, që unë da të regoj që edhe Roma, prit tashma, se po flasim për fakte. Arab, nalën që është teknika ti për shka di. Po, hajde, po. Arab, e merë dhe plus qikën e agjës, qikën e halës, tezën, dojës. Ma të ofërnë. Stash në këtë mund ka njës mi morë atë qikat e veta. Prindi, qikën e vetë për merë prindi. Jo, mas. Edhe ure talë që i vidër, tha hoq, tha dhoj jam, tha e ka dhënu seksualisht tha qikën e vetë. Tha më falë, tha paska bëta... Që ka kanë leju kishat? Qëfar mosha i kanë leju fëmijët mu martu, do me thonë është mosha 7, edhe është mosha 14. Të në vitin 1917, mosha e lejure për fejes
në kishën Romano Katolike ishte 7 vjeç për të dy gjenitë. Kur për çet vit? 1917. Deri në vitin 1917. Në vitin 1972 kisha katolike rriti moshën e lejuar për martesa në 14 vjeç për vajza dhe 16 vjeç për djalë. Lutem. Do me thonë, A i dini këto të do me thonë e ka Se ndryshuar. katolikët po t'i ofendojnë. Pas ka rrit, do me thonë. Jo se ka Ta rrit. zvoglojnë. Ta zvoglojnë, Jemen, parlamenti Jemen, kretë jurista, e kanë zbrit në 6 vjetë. Ali që, Se me folën për Jemenin o burrun Po jetoj për me bo pak debat më interesant. A ki mos i burr me na bo me na shembull tonin, për shembull kush prej neve treve, Amberën s'pe përshim se Ambera është zonjë, kush prej neve do të thonë trajtojmë ose jena ma kështu. Trajtojmë më shumë. A ki mos i më na bo na fal. Po tash. Me lug. Nuk e di, më duhet 2 minuta kohë që ta përgatis. Hani pa, përgatite. Ndërkohë flasim na, po përgatite. Çka ki urdhësh, pa problem. Me kënaqësi. Hoxh, Faleminderit. afro hoxh, pa se mos u tot pe gjunin. A pajtohesh me gjunin hoxh? Ti shprehosh me? O gjaj den, Ha? i den ki krejt. Ja. Po, për zhu. Jo, është shumë e rëndësi mos me bo përçarje fetare, as unë për zotri Gjonin, as Gjoni Qeni për pyetje se mu. Gjoni Akoz, më fal Ambira. A është heroji yt, thot Gjergj Kastriuti, shpesh e përmend. Për mu po, për veti. Unë e kam edhe për krenorën atë. Kur është kriju kombi shqiptar? Unë dveta është hero. E tash duhet kronologjikisht pak më shku. Nëse flasim për kombin shqiptar dhe për figurën, Kur është kriju kombi kombi shqiptar? shqiptar është kriju 4 shekuj masi që ka ekzistu Skënderbeu. Atë? Figurë kombëtare nuk Kur isha është përmend termi i parë i kombë? Ja, ka dalë se tash unë vete ti po të vesëm. Po, termi i parë i kombëve është përmend me rilindjen shqiptare kombëtare. Në cilin Në shekull? kohën e Naim Frashit, Sami Në cilin Frashit. shekull? Nuk e di saksisht, besom Në se 90. po. Se kombët përpara nuk kanë ekzistuar. S'kan ekzistuar. Prandaj Nëse fejet janë kundra flasim- nacionalizmit. Nëse flasim për një figurë që është dashur me kriju dhe me hiperbolizu për mu kriju kombët, jemi okay te kjo pikë. Unë e pranoj si figurë që u dashur me kriju. Po veç fiset kanë ekzistuar. Po fiset kanë ekzistuar. Fisi po Dardan, fisi kjo, Skënderbeu po. në këtë rast nuk është thirr mbi kombin. Pashalloku Janinës, pashalloku. Se sultani pas ka ekzistu, e Skënderbeus ka ekzistu. Jo, më sultani ka ekzistuar në çet kohë kur është bori lindja shqiptare. Ja. Atëherë kanë qenë principatat, është diçka tjetër. Po, Secili njeri në atë Jo, kohë ky ka po thot luftuar kur- për mbijetesën. Po veç ky po thot kohën e perandrisë Osmane po thot. Nëse nëse flasim për figurë kombëtare, unë e respektoj. Për mu është respekt që ka ekzistu. A din cilin e mbrojnë sot me fanatizëm? Unë e mbroj familjen Jashari. Për mu është Adem Jashari hero kombëtar. Ja, për mua është edhe Skënderbeu, për Unë vete. e respektoj, po në momentin që historia nuk më spjegon sakt çka ka ndodhur. Vota në një me Skënderbeut dhe në Terizë. Po veç ja kem zakon shumë të keq na shqiptarët, e thash edhe Edmundit të orën kërë. Na figurat tona kombëtare që i kem nuk i dujmë, edhe nuk i shmojmë, ndërsa mundohemi me marr figurat e tjera botërore, me thon Robert De Niro, i Ferizajit, George Bushi, i Babushi. A Babushi. Ambera me vetë veç diçka. Po. A është për ty ma heroj Skënderbeu a Sultan Murati? Cili është më i mirë për ty, sipas ti? Për neve, për Cili ka kombin vlerë tonë. më shumë? A Sultan Murati, a Skënderbeu? Po. Unë nuk e di çka ka bërë Sultan Murati saksisht, një e qysh nuk e di çka ka bërë Skënderbeu saksisht. Unë e di që E pitu ekzistojnë. vetit sociologi. Simas historisë na e dim E që ata pitu kanë qenë. sociologi kjo. A dalim pak të aje se kush e ka shkru librin e Skënderbeut dhe çka ka thënë aty saksisht? Po, Çka ka thënë? Është shkru me vitet tona masi që ka ekzistuar Skënderbeu. Prej kujt është shkru? Me çfarë? Pe na rrim Barletja, qysh ka Marrin qenë? Barleti Po, është. Marrin në Barleti. Barleti është koha si ti. Jo, nuk është koha si ti. Që- Jo, se ai është shkruar Ja, për ato mos pastër. lasmi se edhe Kurani është shkruar pas vdekjes pejgamberit, lutem. Që? Po veç Edhe Kurani është shkruar mas Muhametit. Edhe Kurani është shkruar mas Muhametit. 20 vjet për mas, Kuranin. 200 vjet mas Po mos seni për ashtu se ja vetë. Okej, kur flasim për Kuranin, çka do me i bo Kuranit nuk ja hup shenjë të rinj. Për shkak se Zoti premton që komeroj deri në ditën e gjykimit. Po jo si kontest Cili fizik. cili zot Jo, pas ka të lutem as jo këtu ndalën më një herë, për mu ka Zot ka Allah. Ti mundesh me ofendu në baza kombëtare sa dush. Te feja nuk ta lejoj hiç. Me një herë ta ndaloj. Te feja. Jo, ti nuk mundesh me feja thonë cili Zot, se unë e kam Zot, unë e kam Zoti Allah. nuk- Nëse për ty nuk ekziston është çështje jotja personale, ti muski të drejtën me më thonë cili Zot, se unë e kam Zotin tëm.
që më ka pru deri që të sot. Sipas teje, Zoti veç muslimanit ka kriju. I ka kriju dhe ty. Po t'ja përshë çfarë një veç feja islame është pe Zotit. Ti shkon e shëmton veten me ide pa lidhje. Jo, ti pe shumë. Jo, në shumë mirë. Ti pe Zoti ka thonë deri kiamet ta neve komentar. Jo, librin. Zakonisht për shembull që muslimanët shkojnë në xhenet e këta shkojnë. Nuk kemi na ata që gjykojmë. Nuk kemi na ata që gjykojmë. Po vetëm Zoti për të vërtetë atë thotë Kurani. Unë muj me jetu me ty deri në ditën e fundit jetës tane, në moment e bëni vepër të mirë ose të keqe që ty të çon xhenet ose në xhenet, mos më vlerësua ato. Ka thënë ty është. Mu më thot libri jam më burr. Libri jam i shaj që e kam që e lexoj çdo natë. Se kanë shënuar masë dek Muhameti. Jo, gabim me ty. Nëse çështja kronologjike, çysh ka ardhur libri i Kuranit nuk është kompetencë jam me ta shpjegu. Një që nuk është kompetencë jam me të shpjegu. Unë për çysh kanë thonë arab. Çysh te kojt bërën. Çka kanë thonë për arab për Kuranin? Çka kanë thonë arab për Kuranin? Masë dek Muhameti. Po? Hadithet e para mas 20 vjetë kanë filluar. Jo, nuk ka thonë arab. Po arab çata. Jo, po kjo është edhe vërtet. Dim vetë shkrimtarët janë aty. Kush janë ata? Jo, katër. Jo, katër. A pse që i keni dhënat e pastaj? Jo, 11 janë aty. Ja. I ki edhe emrat. Një i ka bëu kopertinat, një i ka marrë dhënat si shënime, një i ka shkruar ata me kopertina. Memorues të Kuranit. Se këta e kanë feja islame edhe ka një shkencë veti që thuhet domethënë shkenca e Guedhonov, transmetimi sa është i saktë. Po realisht që shtu ka ndosur ato ajet, nuk janë hadithe, po janë ajete kuranore. Ato janë ajete, po hadithet janë tjetër sen. Hadithet janë mënyra të jetuarit të pejgamberit që është shkruar prej shokëve të pejgamberit. Pikërisht tradita, sunetet që i ka lënë. Sikur që e ka për shembull feja izraelitëve, feja jehudët, domethënë e kanë Torën apo Tevratin, edhe Kabala është libri tyne, siç është hadithet e na, ata kanë Kabala. Librat shenjtën, edhe Zeburi dhe Injili. Unë nuk muj me të thonë ty që e ka shkruar dikush, përderisa unë e i kom mësuar që është libër i shenjtë. Çka ka ndodhur me kohën është çështje tjetër, se çysh e kanë shkruar njerëzit Biblën, përveç asaj që ju ka interesuar është çështje tjetër. Ama unë kur tham ka premtuar Zoti që ka me rujt Kuranin jo në kontekstin fizik, se Kuranin ti mundesh me gjujt në tokë me kolle bëni çka dush. Zoti premton që njerëzit kur t'ja memorizon në kry, që ajo është forma rujtjes. Do me thonë se ka fakte, ka regula që mësohet Kurani për mansh. E që ajo është forma rujtjes. Kur Zoti ta qënë Kurani në zemër, që ajo është forma rujtjes. Ti e kalle bëni qka dush, amo Zotin se dëmton këtë pjesë. Nuk e dëmton Zotin. A je më falë, Ambira, a je kundër dhunës, po më në kështu të femrat? Po. Se është një, se shpesh këta që dhe më thonë nuk besojnë, realisht nuk besojnë e rikëthy katolik, kapën të surja Nur që thojnë jo, e nisa se zakonisht ose re let. Re ashtu e re let. Tash, a e ka zbërthuj dikush ato që është me të re let, qka është? Nashta unët me ka në dashurin formë të rejes, na nuk e kemi zbërthuj ato. Diçka me pyte në shtesh. Qysh është e mundë, Irani, për një muj ditë 30.000 veti kanë vëro, për shkak shamin si kjo e ndërumja ka vënure, dhe me thonë ata, robnimin të dënë me hek për qafe, të shqipësuhet se tona e vënën kry. E thënë krenona na me këtë. Qa po krenosh ti, kura e vetë pe kom. Kush është ajo mërburë? Ka zonë 93 milion i ko Irani. Ata nuk, ata dhe... Ja, kada. Ja, pret. 6 vjetë ministri i punëve të jashtë me Iranit kina... Sofita më dhëshia, po. Po pëse s'po më fletë kjo për Mekën edhe për Medinën, për shambë? Qa din ti për Mekën e për Medinën? Për dyve që shkujnë desin që aty, kur desin me bakeri vërnojnë për një për minjë i qesis, edhe shkujnë bojnë njërësh me put, e mysin dresin si në filma, Qka me ka dzu për Mekën? Zotë ka lanë dreqin s'provë për mua për ty Meka i rrum ka 40 miliard vjetë për budalve që. Agjajan, 40 milion. Dreqin e kalon Zoti sprovë për mua e për ty dhe në ditën e gjykimit. Mu hala po më runë për ty e ty pas ka ka për krahe. Falve shpak. A ko dreq? Kada. Bravo. Se këta dreqin gjinët pas qyres diku. Qysh Shevqet Krasniqi, që kret Paratina hekin kapuqin Paratina, tha dreqi, kër të falni, tha, më falë, po Zoti si para motrës, nonës, ju dush për thëmë, tha, gjishtin jam nën, a nësta të në. Para me nën. Unë e kom vedën, talë që vedën. Edhe qysht dreqi po i kanë gjami.
Kur e ndreshje në xhami atëherë s'pas ke vënë kërkon. në xhami. Ai tha tu fal. Jo, bre, jo. Edhe plus që shtë fëmijë banale tha gishtin anës ta javshtin. Ja, e Ka kjo. me thon. Ja po shtaron. Po ja mos lo. Që- Hajde kemi te luga. Edmond, ai po përgatit. A dhe pa zotit. Unë do të dëshiroja shumë që të shkruaj diçka se pastaj do ta vërtetojmë. Pra shkruaj në këto 2-3 letra. Çka më shkruaj? Ato që ka që vetë Kush e tradhon grua? po, kush e ta thon gurun? Edhe do të Po thajë namaz nuk e di. ka bravo. Po për shkruaj me emra. Po. Gjuni. Gjuni Sadria. Edhe Huxha. Ta shojmë. Jam Isha mos del. Në lidhje me? Lidhje me Hoxha. Konsistan me mbrojt. Çe? Mbrojt talibona. Jo, më shparas për që zotin. di kush janë talibanat, për Ai, të ai, zotit, shumë pasha mirë. zotin nuk i Shko po me. burra, Atëre. shkoj fare teleskop. Atëre, unë do ulem këtu. Dua këtë kamën të lutem. Ju e shikoni shumë mirë. Janë 3 pika, majtas në mes edhe djathas. Hoxhën ku e do? Në mes, majtas apo djathas? Të lutem. Huxhi, ku po don? Djathas, këtu, shumë bukur. Unë të mojtas. Mojtas Sadriu? Gjuni. Jo të dalin midis valla, që të Ja, ja, Gjoni mojtas. Mojtas, Sadrian mes. Sadrian mes? Po. Okej, majtas dhe Sadrian mes. Ja, Kë? Huxha. Hoxha ndjot. Hoxha Unë të ndjot. mojt. Hoxha në djath. Po, unë të mojt. Edhe kjo këtu, apo jo? E merrin të mojt. Shumë Gjuni, bukur. po. Kontrollohet, lutem. Kontrolloj lugën, po. Është Mos tjetër, nuk e zakonshme, okej? po ma thënë tavolinë. pasulje. Okej. Ama, ja. Çe ambire. Po, Se Po, thoj. të lutem. Po. Pas nuk e zakonshme, Të s'ka më shoh, gjë. po. Luk gjellë, buzheni. Atëre. Ja Ka të shikojmë. Ku do qëndroj luga? Te Hoxha, Sadria apo te Gjoni? Atëre, 1, 2, 3, duam të dim se ku do vej. 1. Lëviz, edhe ik një nga këto treja. Lëviz. Tu, lëviz. Ik më shumë, ik andej. Vajti tek. Gjoni. Ju shkoj te Gjoni. Te Gjuni. Harroje. Gjuni me tradhë. Atëre, edhe një tjetër. Atëre unë po e lë këtu. Bëna me luk drunit me? Po, edhe me lutur bëhet. Atëre. 1. Bëna me luk drunit se tana nuk lidhet. Okej. Me luk për e hepuri. Po hekën. Okej. Atëre. Ka po tani? Si e lam kështu, ë? Kështu Ka, lam. Po, jo. Ulem nga Gjoni të Ja, ti tha mojtas ki, Huxh. Ç'shto ke puna? Kjo kënd djota. Mos i rrotoj. Gjuni ken mes, mirë, aty, hajde, ç'shto ke? Po, hajde. Në gjysmë hanë duhet të jenë kështu. Po. A që du. Okej. Atëre edhe një herë. Jemi gati? Po. Atëre. Luka do lvizi dhe do iki. Do qëndroj këtu, thjesht me të parën fare. 1, 2, 3. Lviz edhe ik një nga këto treja. Hop! I ka treja. Hajde këteja. Gjën, Harroje. Pra, kështu Huxha kësa ere. Po do kam i bërë. s'kam çfarë të bëj. Vesh ambires nuk i do lutja, veç dhe. Hey, faleminderit shumë çeshi, çka për fund diçka. Ambira, faleminderit shumë çeshi, çka për fund. Faleminderit për ftesën gjithsesi. Kisha bu thirrje për çto përçarje të sinqerisht mos më ndodh se Bravo. po shkaktojnë shumë amulline për shoqni, nuk muna unë me shku, për shembull mu kap me secilin njeri që sot dhe më thot shkoj jeton në Arabi ose unë s'muj mi thona gjithë gjanë zotri Gjonit këtë rast shko dhe ti jeton në Vatikan, se është shumë e rana, den, na i na linë që të i na rrinë. Jo, është mirë atje, valla unë. Po, edhe për mu është mirë me jetu në Mekë. Jo, edhe në Mekë edhe në Vatikan o Çfarë mirë. mrekulli është atje, po unë jam lind, jam rri du me jap kontributin qëto. Jam shkollu, kam paguaj tatime, është veni jam, o burr, s'ka të drejtë kërkush më thon shko atje. Veç pse dokna ndryshe, nesër Axhaxhan mundet me ngjit një kapuç për shkak se i ardh kryt. A mi thon shkoj ato atje? Ku prodhu Ose kapuçi? Në Rusi, ku e ma ftoft. A dini janë shumë sa në banale, për shtu kësha po thirrje më undalu se janë këgja trana. E për deklarata, a distancohesh për deklarata Kujt? të disa klerekëve fetarë për shembull që kanë thonë për flamore kështu? Kush janë ata? Po i din, mos Jo, themi për mend. Jo, nuk e di. Po ki që Gjoni ti kallzon. Gjën? Për shembull, nëse flet për të ndjerin Jakub Asipi, Zoti më shiroft, këta e thonë që ka thonë diçka, po unë e di veç një fjalë ti. Flamuri shqiptar është këmish që i bjen tamam secilit shqiptar. Pik. Kjo për mu ka rëndësi. Flamuri kuqezi është këmish që secilit shqiptar i bjen tamam. Kjo për mu ka rëndësi. Gjën, çka kemi thonë? Ta
Bashkia Islame mësu me sënu që 300 vjetë, në kore turkët të nëjë. Edhe gjithë që ka fitu një farë besimin, se non e kom pas shumë fetare, 5 kuat në ka pas. Një po, thash edhe njerë për ciku, po këta s'po dojnë me një, as nuk po dojnë me di. Po 1 milion herë për sërës të apet, arabisht se arabisht. Unë e thëmë, prej Maslukës, që 25 vite na kanë cenu me flamur, me identitet, me tradit, me kultur, me gjumë, me krejt. Që aty o dalimi. Ta po është tash, rëti më s'falë. Që më mësë me fut. Ko shbej ka cenu? Jo, po gjallartë. Unë që më o gjurë Po ti atër më se përzi, po ti rëq Po ati. jo, Po për flamur, shka ki me thonë, cili hoj? Për flamur hoxha mazlumi. Që ka thonë bre se shumë bëve? Po që tu konë studio konë Po dhe, po e ka Lecë ka, në që ato përmenduet e dëshmorëve si kanë ro, për që tu kanë thonë kina me rëzu shumë shpejt. Se nuk dënë, feja islami nuk pranën simbole Lecka, Shqiponja, Zëll. Qush pranon more burë, po qaj. A pranën? Po more qusho. Po Shqiponja të pengon ty, Amira. Jo më shfarë. Qëra, nëse flasim për këtë çështje, hajde tash dhe zoni se është një temë tjetër. Unë ma shumë nina kosovare se sa shqiptare. Unë nina kosovare, për shkak se mu më ka ushqy Kosova. Mos fal Denista, bravo, e kryem. Mu më ka ushqy Kosova, E ka kry. unë kam e ka kontribut kry, në e shtat. Që, qëllimi këtëne është me na do s'krat boshnjak. Po ndoj. S'ko krat boshnjak. U dha shaja që në vetash? Ja, falë Nëse veç pa. respekton ndjenjen temë që çka nina une. Apo më A falë muna veç me pa. thonën e ty diçka, apo po unë aty, unë edhe ti bashk, edhe do që si shokët e tu e shokët mi, e po shkona për dorë atje për shirojna Mitrovicën. Po kur dush? Po jo, më çfarë? Po i parën e dal, kur Jo, më dush? çfarë? Hajde çu shkojmë. Po mëre? Po, mëre, Po hajde a qëta. më ja, ja. Të s'ki me shku në shpe. Jo, jo. Mitrovic kina me shku. Kjo Po. është çështje që nuk takon ty. Ga veç pak. Kjo është çështje që është ndjenja e njeriu A që është bën mirë. veç Po, pak. po, hajde. Qëllimi tënë është me na bo, me na do. Pikujna apo të 3 ndonjë? konfeksione. Pikujna. Pe shqiptarë me ndonë 3 vjena. Kombin shqiptar. Unë Ka s'po dalë ndoj, veç pak. unë Jo, ta anive që ka respektoj. tha. Unë nina Anive që kosovare. kosovare, anive që tha. Unë nina, a ki të Vet, drejt. mëse vetë se t'ka zënë vetë. E ti tash po do më thonë një shqiptare, një shtet që unë ju më shku veç për vizita. Çka? Ja, po kena luftu për qatë flamura. Por cilin, po se s'ke pas tjetër o bu. Po, veç unë për veti ma shumë më flanë zamër ku flamurë ku që zë se i Qëra, Kosovës. a di çan flanë? Me gjithë respektin për flamurën e Kosovës. Mu flanë zamër që kushtetut, unë sot kam shtet, kam kushtetut, kam ligj, kam institucion, kjo mu flanë zamër, për shkak se jemi fuqizu si shtet. Çështja e flamurit është shumë bytësore. Unë e respektoj se cilin flamur në botë. Unë respektoj flamurin arab që ka shkronja arabe, e respektoj flamurin ku që zi, po e du flamurin e Kosovës. E du flamurin e Kosovës. Ti s'pëdesh kërkon heq. Po ti s'ki drejt më thonë, nuk do me Ti s'ki drejt mu me ma imponu me nimin tënë. Unë e respektoj Shqipërinë, kjo- se e kjo kom është- gjuhën e ti. Kjo është qifti e në zmedin Spahijut, Jo, e më është ati ndjenja matushit, jam, unë nuk kom najtë e në këta Spahijut më bikut treguaj mu. atina, sa kep Jakupja që ka posa nëjë. Sa kep Jakupi tha në 12 nuk u ngrita flamuri, Jakup la Asipi. ila la, tha po ngrit flamuri, ka urët. A është e vërtet që ka unë qëtë? Nuk e është ki vetër, që është. Nuk e di, nuk. Unë thash, po faktin e këtullin. Është një video ku thuhet që ai ka thonë në vitin 1912 nuk është ngrit flamuri la. Se vërtetës, po ka ngrit flamuri, Na ka kemi deklaratat priftrinëve që thotë shrenjasni shqiptarët. A është e vërtet kjo? Po është e vërtet A për më Spahijin. me thonë, nuk është ngrit flamuri çështje kontekstuale, edhe me thonë shrenjasni shqiptarët. Me asnjë spajtonë. Është shumë e rënë o burr, ka dallim shumë të Me madh. spajtonë unë me asnjë. Asun spajtona me asnjënë, po me shrenjos njerëzime. A bën Me me shu, full. zot Rigjoni të drejtën e ndjenjes tem nuk ka drejt. O, Unë nina që shtë. këto shqiptari edhe pik, tranani, doshi bënë një arab, doshi bëm shilë, doshi ja, që një me mjekra, tash- doshi ja, me ja, krefertan. kosovare, nuk Këto tash është arabe. të ka gjes kastri o tet, edhe pik. E bajsh me shëndet. E, A mo pandir. ti mos më A- thuj a- më shka jeto atje, se unë jam Unë nuk thash, po thash Jo, te ki po pru më thu. kulturën e atje Jo, mësë është këtu. kjo kultura arabe. E kjo ty, është ti ma se qatë shumë kulturë pëdën arabin, edhe shtash po të thëmë shko atje. Edhe këto veni i shqiptarë, A i me marrë shqipunën. pasi kërcne? A kom të drejtën e nesër deklaratën Po ti po më shte me të thonë, ti po më provokon mu, unë thash, e kisjet kulturën arabe,
Kjo më pa apet për shkën. Po tash ma se pëdën qatë shumë është në shku. Detyroj me thonë diçka që nesër Dhe më të jorë me provokua. Mos po dhe me ma ngrit pa dine dhe ti sukëraj. Jo, mjafton që ajo. Keni mu shkën e trana në pa ditën me ku dëni, se kemi jetë me tu ti. Shantazhimet e juve. Shantazhimet e juve, mas luke. Kush ka ngrit pa di? Qa? Kush ka ngrit pa di? Që as drën. Bytyqe. Bytyqe ka ngrit pa din Belisorit. Po, sa i ka thonë që rënjosin shqiptar. Në ka thonë Ka ashtu. thonë që rënjosin komunitetin musliman që jetojnë në Kosovë. Ata si jenë kundra poplit. E po tash duhet me ditë sakt kur të fletë. Ja, ka fola, janë poplit. Aftësia jam për me detyru ty më thonë, shko jeton në Arabi, është aftësia jamja. A mu me këto deklarata, pa da ka që është ti, jo. Po veç edhe një është diçka e rëndë. Ti, a din që po tu? Unë s'po thonë kur Ti po tu, unë jem Belagji, ti qka e Kavgazi me në gjithpres. Jo, unë jam njeri maj Ti që, qetë në botë. ti apo të, Unë jam njeri maj qetë push ka në botë. tëp të bu, pa detëm kur dush. Unë s'luftoj me Po push, stud në vënë për ti, po e kimikut edhe mendis. po stud në su kjo veni ja, mos kom kush kej. Si na tut për Serbis, po tutëm për juve. Falënderit, e thash Edmundit do t'ju bëm pak magji edhe hajde për mirë kështu në t'ju zbut pak Edmund. Shkruja që sojnë anaj magji, se ku ka... Ja, jo, për mu se egzistoj. Jo, Apo, kjo besonën nësë besoj këtë sene. Kush? Kush beson? Kjo besonën nësë besoj. Që një pyetje me që jeni në fond, huq? A menon që, për shembull, Gjuni është i prek pise ira? Unë e thash Gjoni e ka Po, pa qirë. dreqi për kraje. Ha? E pe qënë ka po donë. A beson huq? Për çka, për çka? A bëm më ta voni rukje huqa? Po mëre. Hajde, shuni? Hajde huq? Ose më rëk mu. Une nuk do të kënej kur gja, po vetëm do të jepi një mesazh. Une jetoj që 35 vite në Gjermani. E di tha më herët, po 930 xhamia janë në Gjermani. Ata tyben s'kan që si urrejtje. As kanë me pas kur se As janë kur jashtë. s'kan. kamera të lutem se po. Po. Vetëm një pe e thamë, që 45 vite lexoj dhe studiaj. Sa hafizat Kur'anit jenë që e njofin Kur'anin këtë përmensh. A mundet dikush më ma deklarue, a ka në prift që e din Biblien këtë përmensh? S'ka, se Allahu s'ja ka mundësue. Prit. Keshti sa dush, gjoma të një prift që e din Biblien përmensh krejt. Ngëm, ti sonte, se unë shumë sinqerisht po tham, kemi kënu diçka pasës gjën, se nashta mund me pas diçka na diçka. Sinqerisht, po. Gjën, mësë tot. E këna më të. Po hajde huq. Ja, nuk e kënej sonte, ja. E tjera herë. O, gove s'pa. Pse huq? Po nuk e rokin këto. Po tu dështë ja, apo do më kënu dy? Së rëkin, o, Mu më ke kënu burë dhe s'm ka ndodhur kur gjë. A ka mundësi se nashta, po. po veç pa këtë viti. Sa është mos mund njën e për neve? A na shnosh kë, a na qënë spital? Na shnosh Allahu, e qani se be. Allo? Allah e ka një emën jashtë shafi jo shqip. Edman, çka për fund? Unë do thoja këtë që nuk ishte nevojshme zonjusja t'ja përmende shpesher që fjalën ktheu në Arabi. Jo, sepse këtu është thjesht E kanë një nxit, po. bisedë e lirë, okay? Edhe nuk duhet kemi, si me thënë, kështu personale. Nuk thashën e më këtu në Arabi. Jo. Jo, se kuptova, jo, nuk e kuptova ti. Ky tha zonja mos t'ja përmend, sta për ty. A kuptova mirë? Jo, nuk ishte rëndësishme që ta tononte shpeshherë në çdo 2-3 Jo, nuk minuta. thashëm ka thonë Agjajan. Nuk thashëm ka thonë, ama edhe ky e tha shumë mirë, shumë pastë. Në Arabi këtu. Po ti. Një dy po thosh kanë Arabi. A më gjën nuk e kupton ti. Ky nuk po thot për ty. Gjithsesi Ky po për thot mua ty. ishte me shumë interes biseda. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Gjuni Xhanes sfiduve Huxhën. Natën e mirë, kaq ishte për sonte, shihim javë tjera. Faleminderit Ambira. Ja, nuk s'pres kur gjot Xhan. Faleminderit Huxh, faleminderit Edman. Natën e mirë themi shikuesve, kaq ishte për sonte, shihim javë tjera. Faleminderit shumë.